Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, trupi juaj po lëshon rreth 100 milion qeliza. Në të njëjtën sekond, dielli po konverton 600 milion ton hidrogen në helium. Dhe diku në thelësitë e hapësirës kozmike, një forcë misterioze që shkencëtarët e quajnë energji e errët, po shtyn galaktikat larg njëra tjetrës me shpejtësi në rritje. Por këtu është pjesa që ju bën të ndaloni. Kjo forcë nuk është thjesht duke zgjeruar universin. Ajo po vendos se si do të vdes gjithçka që ekziston. Dhe për herë të parë në historinë e shkencës, ne kemi mjetet për të parë se cili skenar është më i mundshëm. Në vitin 2022, teleskopi James Webb dërgoi të dhëna që bën që astrofizicistët në Institutin e Shkencave të Hapësirës në Baltimore të rianalizojnë gjithçka që mendonim se dinim për fatin e universit. Matjet treguan se energjia e errët nuk është konstante. Ajo po bëhet më e fortë. Dhe nëse kjo tendencë vazhdon, ne nuk po shikojmë thjesht një fund të ngadaltë dhe të ftohtë. Ne po shikojmë diçka shumë më dramatike. Imagjinoni një dhomë plot me njerëz. Tani imagjinoni që çdo person fillon të largohet nga të tjerët. Jo duke ecur, duke vrapuar, pastaj duke fluturuar, pastaj duke lëvizur më shpejt se drita. Kjo është ajo që po i ndodh universit ton. Por pyetja që po mban zgjuar shkencëtarët natën nuk është nëse kjo po ndodh, është sa shpejt po përshpejton. 3 skenar, 3 funde të mundshme, dhe të 3 janë të bazuara në të njëjtën pyetje themelore. Çfarë është energjia e errët dhe si do të sillet ajo në miliarda vitet e ardhshme? Skenari i parë quhet Big Freeze. Në këtë version të së ardhmes, universi vazhdon të zgjerohet përgjithmonë, por në një ritëm që ngadalsohet gradualisht. Galaktikat largohen, yjet digjen, dhe në fund, pas një periudhe kaq të gjatë sa që truli njerëzor nuk mund ta konceptojë, universi arrin një temperaturë prej -273 gradë Celsius. Vdekja termike absolute. Asnjë lëvizje, asnjë energji, asnjë gjë. Por këtu është detaji që e bën këtë skenar veçanërisht të tmerrshëm. Procesi është i ngadaltë. Kaq i ngadaltë sa që civilizime të tëra mund të lindin dhe të vdesin duke pritur fundin. Imagjinoni të jesh gjenerata e fundit e qenieve inteligjente në univers, duke ditur se pas jush nuk do të vijë asgjë tjetër. Asnjëherë. Skenari i dytë është Big Rip. Dhe ky është ai që të vënat e fundit po e bëjnë gjithnjë më të mundshëm. Në këtë version, energjia e errët nuk ngadalsohet. Ajo përshpejton. Dhe jo pak. Ajo përshpejton aq shumë sa që në një moment të caktuar, forca e zgjerimit bëhet më e fortë se të gjitha forcat e tjera në natyrë. Më e fortë se graviteti. Më e fortë se forca elektromagnetike. Më e fortë madje se forca që mban së bashku bërthamat atomike. Në vitin 2003, astrofizicisti Robert Caldwell nga Dartmouth College publikoi llogaritjet e para të detajuara për këtë skenar. Ai zbuloi se nëse energjia e errët vazhdon të përshpejtohet me ritmin aktual, universi ka rreth 22 miliard vjet përpara se të arrihet pika e coptimit. Por këtu është pjesa që ju bën të ndaloni. Coptimi nuk fillon me galaktikat. Ai fillon me atomet. Imagjinoni një cop leck. Tani, imagjinoni që hapësira vet po zgjerohet aq shpejt sa që molekulat e leckës po shqyhen. Pastaj atomet, pastaj bërthamat, pastaj vet kuarket. Në minutat e fundit përpara Big Rip, çdo strukturë në univers do të shkatërohet nga brenda. Galaktikat do të coptohen, yjet do të shpërthen, planetet do të bëhen pluhur. Dhe në fund, vetë hapësira do të coptohet në një ngjarje kaq të dhunshme sa që fizika jonë aktuale nuk mund ta përshkruajë. Por ka një skenar të tretë, dhe ky është më i çuditshmi nga të gjithë. Çfarë nëse energjia e errët nuk është konstante? Çfarë nëse ajo mund të ndryshojë drejtimin? Çfarë nëse në një moment të caktuar në të ardhmen ajo fillon të dobësohet në vend që të forcohet? Ky është skenari Big Crunch, dhe në këtë version të së ardhmes,
zgjerimi i universit ngadalsohet, ndalon dhe pastaj kthehet mbrapsht. Graviteti fiton. Galaktikat fillojnë të bien drejt njëra tjetrës. Hapësira fillon të tkurret dhe në fund, pas miliarda vjetësh, i gjithë universi bie mbrapsht në një pikë të vetme, një singularitet, pikrisht si ai nga i cili filloi. Tani, këtu është pjesa që e bën këtë më shumë se thjesht një eksperiment mendor. Në vitin 2021, një ekip shkencëtarësh në Universitetin e Kopenhagës zbudoi diçka të çuditshme në të dhënat nga teleskopët më të fuqishëm të tokës. Ata matën shpejtësinë e zgjerimit të universit në periudha të ndryshme kohore. Dhe ajo që gjetën ishte se zgjerimi nuk po ndodh me një ritëm konstant. Ai po luhatet. Imagjinoni një makinë që po përshpejton, por në vend që të përshpejtojë vazhdimisht, ajo përshpejton, pastaj ngadalson pak, pastaj përshpejton përsëri. Kjo është ajo që po i ndodh universit ton. Dhe nëse këto luhatje janë reale, atëherë energjia e errët nuk është një konstante kozmike. Ajo është diçka që ndryshon me kalimin e kohës. Por çfarë është energjia e errët? Kjo është pyetja që po e mban shkencën moderne në një gjendje të frustrimit të përhershëm. Ne e dim se ajo ekziston, sepse ne mund të shohim efektet e saj. Ne mund të matim se si galaktikat po largohen nga ne. Ne mund të llogarisim se sa energji nevojitet për të shkaktuar këtë zgjerim. Por ne nuk kemi asnjë ide se çfarë është ajo në të vërtetë. Në vitin 1988, fizikanti teorik Steven Weinberg propozoi një ide të çuditshme. Ai tha se energjia e errët mund të jetë thjesht një vetje e vet hapësirës. Imagjinoni se çdo centimetër kub i hapësirës së zbrazët ka një sasi të vogël energjie të integruar në atë. Kjo energji nuk vjen nga asgjë. Ajo thjesht ekziston si një veti themelore e realitetit. Tani, kjo mund të tingëllojë si shkencë fantazi, por këtu është pjesa e çuditshme. Kur fizikantët kuantik llogaritën se sa energji duhet të ketë hapësira e zbrazët bazuar në teorinë kuantike, ata morën një numër. Dhe kur astrofizicistët matën se sa energji e errët ekziston në univers bazuar në vëzhgimet, ata morën një numër tjetër. Dhe këto dy numra nuk përputhen. Ata nuk janë afër. Ata janë të ndryshëm me një faktor prej 1 me 120 zero pas tij. Ky është diskrepanci më i madh midis teorisë dhe vëzhgjimit në të gjithë historinë e shkencës. Dhe ai na tregon se ne nuk kuptojmë diçka themelore rreth natyrës së realitetit. Por le të kthehemi te tre skenarët, sepse këtu është pjesa që e bën këtë më shumë se thjesht një debat akademik. Në varësi të asaj që energjia e errët do të bëjë në të ardhmen, fati i çdo gjëje që ekziston do të jetë rrënjësisht i ndryshëm. Nëse Big Freeze është i saktë, atëherë universi do të jetojë përgjithmonë, por ai do të jetë një univers i vdekur. Imagjinoni një oqean të pafund të errësirës së ftohtë, ku asgjë nuk lëviz, asgjë nuk ndryshon, dhe asgjë nuk do të ndodhë kur përsëri. Yjet e fundit do të shuan pas 100 trilion vjetësh. Vrimat e zeza do të avullojnë pas një periudhe kaq të gjatë, saqë numri ka më shumë shifra se sa atome në universin e dukshëm. Dhe në fund, do të mbetet vetëm hapësirë e zbrazët, duke u zgjeruar përgjithmonë në errësirë absolute. Nëse Big Rip është i saktë, atëherë universi ka një datë të saktë skadence, 22 miliard vjet nga tani. Dhe në atë moment, gjithçka do të coptohet në një ngjarje kaq të dhunshme, saqë vetë koha dhe hapësira do të pushojnë se ekzistuari. Nuk do të ketë asnjë pas, nuk do të ketë asnjë para, vetëm një fund absolut. Dhe nëse Big Crunch është i saktë, atëherë universi është ciklik. Ai lind, zgjerohet, tkurret dhe vdes. Dhe pastaj, ndoshta, lind përsëri. Një cikël i pafund i krijimit dhe shkatërrimit, ku çdo univers është vetëm një kapitull në një histori të pafundme kozmike. Por cili skenar është i saktë? Për të kuptuar këtë, ne duhet të shikojmë se çfarë po na tregojnë të dhënat më të fundit. Dhe këtu është ku gjërat bëhen vërtet interesante. Në vitin 2022, teleskopi James Webb filloi të dërgojë imazhe të galaktikave kaq të largëta, saqë drita e tyre ka udhëtuar për më shumë se 13 miliard vjet për të arritur tek ne.
Këto janë galaktikat më të vjetra që kemi parë ndonjëherë, dhe ato po na tregojnë diçka të papritur. Këto galaktika të hershme janë më të mëdha dhe më të strukturuara se sa pritej. Sipas modeleve tona aktuale, ato nuk duhet të ekzistojnë në atë formë kaq herët në historinë e universit. Por ato janë atje. Dhe kjo do të thotë se diçka në kuptimin ton të zgjerimit kozmik është e gabuar. Një ekip shkencëtarësh në Universitetin John Hopkins analizoi këto të dhëna dhe arriti në një përfundim të çuditshëm. Ata thanë se energjia e errët mund të ketë qenë më e dobët në të kaluarën e hershme të universit. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë ajo do të thotë se energjia e errët nuk është një konstante. Ajo është diçka që evoluon me kalimin e kohës. Tani, pse është kjo e rëndësishme? Sepse nëse energjia e errët mund të ndryshojë në një drejtim, ajo mund të ndryshojë në drejtimin tjetër. Nëse ajo është bërë më e fortë me kalimin e kohës, ajo mund të vazhdojë të forcohet. Dhe nëse ajo vazhdon të forcohet, ne po shikojmë drejt Big Rip. Por ka një problem. Të dhënat nuk janë të qarta. Disa matje sugjerojnë se energjia e errët po përshpejton. Të tjera sugjerojnë se ajo është më konstante. Dhe disa, të çuditshme, sugjerojnë se ajo mund të jetë duke u dobësuar në disa rajone të universit. Imagjinoni se po përpiqeni të parashikoni motin për 100 vjet në të ardhmen. Por në vend të motit, ju po përpiqeni të parashikoni fatin e të gjithë universit. Dhe në vend të një qyteti, ju po shikoni një rajon kaq të madh, saqë drita duhet triliona vjet për ta kalluar. Kjo është sfida me të cilën po përballen shkencëtarët sot. Por le të shkojmë më thellë, sepse për të kuptuar vërtet se si do të vdes universi, ne duhet të kuptojmë se si ai lindi. Dhe këtu është ku historia bëhet edhe më e çuditshme. Në vitin 1929, astronomu amerikan Edwin Hubble bëri një zbulim që ndryshoi gjithçka. Ai zbuloi se galaktikat po largohen nga ne. Dhe jo vetëm kaq, sa më larg ishte një galaktik, aq më shpejt po largohej. Kjo do të thoshte vetëm një gjë: universi po zgjerohet. Por nëse universi po zgjerohet sot, atëherë ai duhet të ketë qenë më i vogël dje, dhe më i vogël javën e kaluar, dhe më i vogël 1 miliard vjet më parë. Dhe nëse ju shkoni mjaft larg në të kaluarën, ju arrini në një pikë ku i gjithë universi ishte i ngjeshur në një hapësirë infinitesimale, një singularitet. Big Bang. Por këtu është pjesa që shumica e njerëzve e keq kuptojnë. Big Bang nuk ishte një shpërthim në hapësirë, ai ishte një shpërthim i hapësirës. Nuk ishte asnjë para Big Bang, sepse koha vetë filloi në atë moment. Nuk ishte asnjë jashtë Big Bang, sepse hapësira vetë u krijua në atë moment. Tani, imagjinoni se po ktheni mbrapsht kohën. Ju shihni galaktikat duke u afruar. Ju shihni yjet duke u shkrirë në re gazi. Ju shihni atomet duke u coptuar në grimca subatomike. Ju shihni temperaturën duke u ngritur në miliona grad, pastaj miliarda, pastaj triliona. Dhe në fund, ju arrini në një moment rreth 13 miliardë 800 milion vjet më parë, ku i gjithë universi i dukshëm ishte më i vogël se një kokër rëre. Por çfarë shkaktoi Big Bang? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha në shkencë. Dhe përgjigjja është: ne nuk e dim. Ne nuk mund ta dim, sepse të gjitha ligjet e fizikës që ne njohim pushojnë së funksionuari në atë moment. Graviteti, elektromagnetizmi, forcat bërthamore, madje vetë koha dhe hapësira bëhen të papërcaktueshme. Por këtu është ku gjërat bëhen vërtet të çuditshme. Në vitin 1980, fizikanti Alan Guth propozoi një ide të quajtur inflacion. Ai tha se në momentin e parë pas Big Bang, universi kaloi në për një periudhë të zgjerimit eksponencial. Në më pak se 1 sekond, ai u rrit nga madhësia e një grimce subatomike në madhësinë e një topi basketbolli. Dhe pastaj zgjerimi ngadalsua në ritmin që ne shohim sot. Tani, kjo mund të tingëllojë çmendur, por teoria e inflacionit parashikon disa gjëra specifike rreth universit që ne mund t'i testojmë. Dhe çdo test që kemi bërë deri më tani ka konfirmuar parashikimet. Universi është i sheshtë. Ai ka të njëjtën temperaturë në të gjitha drejtimet, dhe ai ka luhatje të vogla në densitet që korespondojnë saktësisht me atë që teoria e inflacionit parashikon.
Por këtu është pjesa që lidhet me fatin e universit. Nëse inflacioni ndodhi në fillim, atëherë diçka e ngjashme mund të ndodhë në fund. Energjia e errët që po shkakton zgjerimin e përshpejtuar sot mund të jetë e lidhur me të njëjtën forcë që shkaktoi inflacionin në fillim. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë ne mund të jemi duke jetuar në një univers që do të kalojë nëpër një periudhë të dytë inflacioni, një big rip kozmik. Por ka një mundësi tjetër. Çfarë nëse energjia e errët nuk është një forcë e re? Çfarë nëse ajo është thjesht një shenjë se teoria jone e gravitetit është e gabuar? Në vitin 1915, Albert Einstein publikoi teorinë e përgjithshme të relativitetit. Kjo teori përshkruan graviteti jo si një forcë, por si një lakore të hapësirës dhe kohës. Një objekt masiv si dielli lakon hapësirën rreth tij dhe planetet lëvizin përgjatë kësaj lakore. Kjo teori ka qenë e suksesshme jashtëzakonisht në parashikimin e gjithçkaje nga orbitat planetare deri te vrimët e zeza. Por këtu është problemi. Teoria e përgjithshme e relativitetit nuk parashikon energjinë e errët. Në fakt, ajo parashikon se zgjerimi i universit duhet të ngadalsohet me kalimin e kohës për shkak të gravitetit, por vëzhgimet tregojnë se zgjerimi po përshpejton. Kjo do të thotë se ose ka një formë të re energjie që ne nuk e kuptojmë, ose teoria jone e gravitetit është e gabuar në shkallë kozmike. Disa shkencëtar po propozojnë teori të modifikuara të gravitetit. Ata thonë se ndoshta graviteti sillet ndryshe në distanca shumë të mëdha. Ndoshta ka dimensione shtesë të hapësirës që ne nuk mund t'i shohim. Ndoshta ligjet e fizikës janë të ndryshme në shkallë kozmike sesa në shkallë lokale. Por këtu është problemi me të gjitha këto teori. Ato janë jashtëzakonisht të vështira për t'u testuar. Ne nuk mund të bëjmë eksperimente me galaktika. Ne nuk mund të ndërtojmë një univers në një laborator. Gjithçka që ne mund të bëjmë është të vëzhgojmë dhe të matim. Dhe të dhënat që ne kemi janë të kufizuara nga shpejtësia e dritës. Kur ne shikojmë një galaktik që është 1 miliard vjet drite larg, ne po shikojmë 1 miliard vjet në të kaluarën. Ne po shikojmë se si ishte universi atëherë, jo se si është tani. Dhe kjo do të thotë se çdo përfundim që ne nxjerrim rreth së ardhmes është bazuar në të dhëna nga e kaluara. Imagjinoni se po përpiqeni të parashikoni se ku do të jetë një makinë pas një ore, por ju mund të shihni vetëm se ku ishte ajo para një ore. Kjo është sfida me të cilën po përballen kozmologët. Ata po përpiqen të parashikojnë të ardhmen e një universi bazuar në dritën që ka udhëtuar për miliarda vjet për t'i arritur. Por ka një mjet të ri që po ndryshon gjithçka. Teleskopi James Webb nuk është thjesht më i fuqishëm se paraardhësit e tij. Ai është në gjendje të shohë në frekuenca të dritës që teleskopet e tjerë nuk mund t'i shohin. Ai mund të shohë në përre pluhuri kozmik. Ai mund të zbulojë galaktika kaq të largëta saqë drita e tyre është zgjatur nga zgjerimi i universit nga drita e dukshme në infra të kuqe. Dhe ajo që ai po sheh, po e bën shkencën të rimenduarit gjithçka. Në vjetor të vitit 2022, një ekip shkencëtarësh në Institutin e Shkencave të Hapësirës në Baltimore mbajti një konferencë për shtyp që zgjati vetëm 20 minuta. Por ajo që ata prezantuan në ato 20 minuta ndryshoi mënyrën se si ne mendojmë për fatin e universit. Ata kishin analizuar të dhënat nga James Webb për një periudhë 6 mujore dhe ata kishin zbuluar diçka që nuk duhej të ishte e mundur. Galaktikat që ata po shikonin ishin formuar vetëm 300 milion vjet pas Big Bang. Kjo është një kohë kaq e shkurtër në terma kozmike, saqë është ekuivalente me një foshnjë që lind me muskuj të zhvilluar plotësisht. Këto galaktika kishin masa që arrinin në 10 miliard herë masën e diellit. Ato kishin struktura spirale, ato kishin shufra qendrore, ato kishin të gjitha karakteristikat e galaktikave të pjekura. Por sipas të gjitha modeleve tona, ato nuk duhej të ekzistonin në atë formë për të paktën 1 miliard vjet të tjera. Imagjinoni se po shikoni një pemë që është mbjellë dje, por ajo tashmë ka një trung sa një shtëpi dhe deg që shtrihen për 10 metra. Kjo është ajo që këto galaktika përfaqësojnë. Dhe kjo do të thotë se diçka në kuptimin ton të formimit të galaktikave është thelbësisht e gabuar. Por këtu është pjesa që lidhet drejt për drejt me 3 skenarët e fundit të universit.
Nëse galaktikat u formuan më shpejt se sa pritej, kjo do të thotë se graviteti ishte më i fortë në të kaluarën e hershme. Dhe nëse graviteti ishte më i fortë, kjo do të thotë se energjia e errët ishte më e dobët. Dhe nëse energjia e errët ishte më e dobët, atëherë, por është më e fortë tani, kjo do të thotë se ajo po ndryshon me kalimin e kohës. Dhe këtu është konkluzioni që bën që astrofizicistët të humbasin gjumin. Nëse energjia e errët po forcohet me kalimin e kohës, atëherë ajo do të vazhdojë të forcohet. Dhe nëse ajo vazhdon të forcohet, ne nuk po shikojmë drejt Big Freeze, ne po shikojmë drejt Big Rip. Le të shqyrtojmë se çfarë do të thotë kjo në terma konkret. Në këtë moment, energjia e errët përbën në rreth 75% të gjithë energjisë në univers. Materia e zakonshme, gjithçka që ne mund ta shohim dhe ta prekim, përbën vetëm 5%. Pjesa tjetër është materie e errët, një formë tjetër misterioze e materjes që ne mund ta zbulojmë vetëm nëpërmjet efekteve të saj gravitacionale. Por këtu është pjesa që e bën këtë më shumë se thjesht një statistik. Në çdo sekond që kalon, raporti po ndryshon. Energjia e errët po bëhet një përqindje më e madhe e totalit. Dhe kjo do të thotë se forca që po shtyn universin të zgjerohet, po bëhet më dominuese në krahasim me forcën që po përpiqet ta mbajë atë së bashku. Në vitin 2023, një ekip në Universitetin e Chicagos publikoi një studim që llogariti se sa shpejt po ndryshon ky raport. Ata përdorën të dhëna nga 3 teleskop të ndryshëm, Duke, përfshir James Webb, Hubble dhe Chandra X-ray Observatory. Dhe ata arritën në një përfundim që ishte njëkohësisht preciz dhe tronditës. Energjia e errët po rritet me një ritëm prej rreth 2% çdo miliard vjet. Kjo mund të tingëllojë si një numër i vogël, por kur ju e shumëzoni këtë me shkallën kohore kozmike, rezultati është dramatik. Në 10 miliard vjet, energjia e errët do të jetë rreth 20% më e fortë se sa është sot. Në 20 miliard vjet, ajo do të jetë rreth 45% më e fortë. Dhe në 22 miliard vjet, sipas llogaritjeve të tyre, ajo do të jetë kaq e fortë saqë do të fillojë të coptojë strukturat kozmike. Por le të shkojmë më thellë në mekanikën e Big Rip, sepse për të kuptuar vërtet se sa i dhunshëm do të jetë ky fund, ne duhet të kuptojmë se si funksionojnë forcat themelore të natyrës. Ka 4 forca themelore në univers: graviteti, që mban planetet në orbit dhe galaktikat së bashku, elektromagnetizmi, që mban atomet së bashku dhe krijon dritën, forca bërthamore e fortë që mban protonët dhe neutronët së bashku në bërthamën atomike, dhe forca bërthamore e dobët që shkakton zbërthimin radioaktiv. Tani, këtu është hierarkia e forcave në terma të fuqisë. Forca bërthamore e fortë është më e fuqishmja, por ajo vepron vetëm në distanca jashtëzakonisht të shkurtra, rreth 100 miliard e 1 metri. Elektromagnetizmi është më i dobët, por ai vepron në distanca shumë më të gjata. Forca bërthamore e dobët është edhe më e dobët dhe graviteti është më i dobëti nga të gjithë, por ai vepron në distanca të pafundme. Por këtu është pjesa që e bën Big Rip kaq të tmerrshëm. Energjia e errët nuk është një forcë në kuptimin tradicional. Ajo është një vetje vetë hapësirës, dhe kur hapësira zgjerohet, ajo krijon më shumë hapësirë. Dhe më shumë hapësirë do të thotë më shumë energji e errët. Dhe më shumë energji e errët do të thotë zgjerim më i shpejtë. Është një cikël vetë përforcues që përshpejton eksponencialisht. Imagjinoni një top breshri që po rrokulliset poshtë një kodre. Në fillim, ai lëviz ngadalë, por me çdo metër që ai udhton, ai mbledh më shumë borë, dhe sa më shumë borë ai mbledh, aq më i rënd bëhet, dhe sa më i rënd bëhet, aq më shpejt lëviz, dhe sa më shpejt lëviz, aq më shumë borë mbledh. Kjo është ajo që po i ndodh zgjerimit kozmik. Tani, le të shikojmë se çfarë do të ndodh në fazat e fundit të Big Rip. Dhe këtu është ku gjërat bëhen vërtet të çuditshme. Sepse coptimi nuk ndodh në të njëjtën kohë për gjithçka. Ai ndodh në një sekuencë specifike, duke filluar me strukturat më të mëdha dhe duke përfunduar me më të voglit. Faza e parë fillon rreth 1 miliard vjet përpara fundit. Në këtë pikë, energjia e errët është bërë kaq e fortë
saqë ajo po mposhtë graviteti në shkallë galaktike. Grupet e galaktikave fillojnë të coptohen. Galaktikat që kanë qenë të lidhura gravitacionalisht për miliarda vjet, fillojnë të largohen nga njëra tjetra me shpejtësi në rritje. Rrjeti kozmik, ajo strukturë e madhe e galaktikave që shtrihet nëpër univers si një rrjet me rimange, fillon të shkatërrohet. Imagjinoni një qytet ku çdo ndërtesë fillon të largohet nga të tjerat, jo duke u shembur, duke fluturuar. Rrugët shqyhen, urat coptohen dhe në fund çdo ndërtesë është e vetmuar në një shkretir në zgjerim. Kjo është ajo që po u ndodh grupeve të galaktikave. Faza e dytë fillon rreth 100 milion vjet përpara fundit. Tani energjia e errët është kaq e fortë saqë ajo po mposhtë graviteti brenda galaktikave individuale. Galaktika jon, rruga e qumashtit, fillon të coptohet. Yjet në krahat spiral fillojnë të largohen nga qendra. Vrima e zezë supermasive në qendër, që ka mbajtur galaktikën së bashku për miliarda vjet, humbet kontrollin. Yjet fillojnë të fluturojnë në hapësirë të hapur, secili duke u bërë një ishull i vetmuar në një oqean në zgjerim. Por këtu është detaji që e bën këtë veçanërisht të tmerrshëm për çdo civilizim që mund të ekzistojë në atë kohë. Qielli i natës do të fillojë të ndryshojë. Yjet që kanë qenë në të njëjtin vend për miliona vjet do të fillojnë të lvizin, jo ngadalë, shpejt. Aq shpejt sa që lvizja do të jetë e dukshme brenda një jete njerëzore. Konstelacionet do të shkatërrohen dhe në fund çdo yll do të largohet përtej horizontit kozmik, duke lënë qielin absolutisht të errët. Faza e tretë fillon rreth 3 muaj përpara fundit. Tani energjia e errët është kaq e fortë saqë ajo po mposhtë graviteti në shkallë stelare. Sistemet planetare fillojnë të coptohen. Toka, nëse ajo ende ekziston, do të fillojë të largohet nga dielli, jo gradualisht, në një spirale të shpejtë që përshpejton çdo ditë. Temperatura do të bjerë, oqeanet do të ngrinjë, atmosfera do të kondensojë në shi azotit e lëngshëm, dhe në fund, planeti do të fluturojë në hapësirë të hapur, një top i ngrirë i akulli, duke udhëtuar nëpër errësirë. Por edhe kjo nuk është fundi. Faza e katërt fillon rreth 30 minuta përpara fundit. Tani energjia e errët është kaq e fortë saqë ajo po mposhtë forcat që mbajnë objektet së bashku. Planetet fillojnë të coptohen, jo nga ndonjë forcë e jashtme, nga vetë zgjerimi i hapësirës. Imagjinoni se çdo atom në trupin tuaj fillon të largohet nga çdo atom tjetër. Lëkura juaj fillon të shqyhet, muskujt tuaj fillojnë të coptohen, kockat tuaja fillojnë të thyen, dhe gjithçka ndodh në një periudhë kaq të shkurtër, saqë nuk ka kohë për dhimbje, nuk ka kohë për të kuptuar se çfarë po ndodh. Faza e pestë fillon rreth 1 sekonde përpara fundit. Tani energjia e errët është kaq e fortë saqë ajo po mposhtë forcat elektromagnetike që mbajnë atomet së bashku. Molekulat fillojnë të coptohen, atomet fillojnë të shqyhen. Elektronet shqyhen nga bërthamat dhe në këtë moment çdo strukturë kimike në univers pushon se ekzistuari. Dhe pastaj vjen faza finale. Në fraksionin e fundit të 1 sekonde, energjia e errët bëhet kaq e fortë saqë ajo mposhtë madje edhe forcën bërthamore të fortë. Bërthamat atomike fillojnë të coptohen. Protonët dhe neutronët shqyen në kuarket përbërës dhe në fund, në momentin e fundit, vetë kuarket coptohen. Hapësira vetë shqyhet në një ngjarje kaq të dhunshme saqë fizika jon nuk ka fjalë për ta përshkruar. Dhe pastaj asgjë. Jo errësirë, jo zbrazdi, thjesht asgjë. Sepse vetë koncepti i hapësirës dhe kohës ka pushuar se ekzistuari. Tani, këtu është pyetja që çdo person i arsyeshëm do ta bëjë në këtë pikë. Sa të sigurt jemi se kjo do të ndodhë? Dhe përgjigja është komplekse. Në vitin 2024, bashkëpunimi shkencor i James Webb publikoi një analizë gjithëpërfshirëse të gjitha të dhënave që kishin mbledhur deri në atë moment. Ata kishin vëzhguar mbi 500 galaktika në distanca të ndryshme, që do të thotë në kohë të ndryshme në historinë e universit, dhe ata kishin matur shpejtësinë e zgjerimit në çdo periudhë. Ajo që ata gjetën ishte se zgjerimi nuk po ndodh me një ritëm konstant. Ai po përshpejton, por përshpejtimi vet po përshpejton.
Kjo është ajo që shkencëtarët e quajnë për shpejtim i rendit të dytë. Dhe kjo është sinjali më i fortë që kemi se energjia e errët nuk është konstante. Por këtu është problemi. Të dhënat kanë marrë gabimi. Çdo matje që ne bëjmë ka një shkallë pasigurie. Dhe kur ju po përpiqeni të matni diçka kaq të vogël si ndryshimi në ritmin e përshpejtimit, marrëzët e gabimit bëhen kritike. Imagjinoni se po përpiqeni të matni se sa shpejt po rritet një pemë duke e vëzguar atë një herë në vit. Ju mund të shihni se ajo po rritet, por apo rritet me një ritëm konstant, apo ritmi i rritjes po ndryshon? Për të përgjigjur në këtë pyetje, ju do të duhej të bënit matje jashtëzakonisht të sakta për një periudhë shumë të gjatë kohore. Kjo është sfida me të cilën po përballen kozmologët. Por ka një mënyrë tjetër për ta testuar këtë. Në vend që të matim zgjerimin drejt për drejt, ne mund të shikojmë efektet e tij në strukturat kozmike. Dhe këtu është ku një zbulim i fundit nga një ekip në Universitetin e Tokios bëhet kritik. Ata ishin duke studiuar diçka të quajtur lente gravitacionale. Kjo është një fenomen ku drita nga një objekt i largët lakohet nga graviteti i një objekti masiv që është midis nesh dhe burimit. Einstein parashikoi këtë në teorinë e tij të përgjithshme të relativitetit, dhe ai është vëzguar mijëra herë. Por ky ekip zbuloi diçka të çuditshme. Ata ishin duke studiuar një lente gravitacionale ku një galaktik masive po lakonte dritën nga një galaktik edhe më e largët. Dhe kur ata llogaritën se sa mas duhej të kishte galaktika në plan të parë për të shkaktuar atë sasi lakimi, ata morën një numër që nuk përputhej me vëzhgimet. Galaktika dukej se kishte më pak mas se sa duhej për të shkaktuar lakimin që ata po shikonin. Dhe kjo do të thoshte vetëm një gjë. Diçka tjetër po kontribuonte në lakimin. Diçka që nuk ishte materie. Diçka që ishte energji e errët. Por këtu është pjesa që e bën këtë zbulim kaq të rëndësishëm. Energjia e errët nuk duhet të shkaktojë lakimin gravitacional. Ajo duhet të bëjë të kundërtën. Ajo duhet të shtyjë gjërat larg, jo t'i tërheqë ato. Por nëse energjia e errët po bëhet kaq e fortë saqë ajo po fillon të ndikojë në lakimin e dritës, kjo do të thotë se ajo është shumë më e fortë se sa mendonim. Dhe kjo na çonte një përfundim i tmerrshëm. Nëse energjia e errët është tashmë kaq e fortë saqë ajo po ndikon në lakimin gravitacional, atëherë koha deri te Big Rip mund të jetë shumë më e shkurtër se 22 miliard vjet. Ajo mund të jetë vetëm 10 miliard vjet, ose madje më pak. Por le të shqyrtojmë skenarët e tjerë, sepse pavarësisht nga të dhënat e fundit, Big Freeze dhe Big Crunch janë ende të mundshëm, dhe secili prej tyre ka implikime të veta të çuditshme. Big Freeze është skenari që shumica e shkencëtarëve e konsideronin më të mundshëm deri në vitet e fundit. Në këtë version, energjia e errët është konstante. Ajo nuk forcohet, por ajo as nuk dobësohet. Universi vazhdon të zgjerohet përgjithmonë, por në një ritëm që ngadalësohet gradualisht, ndërsa materia bëhet më e shpërndar. Por këtu është detaji që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë rreth Big Freeze. Procesi nuk është i shpejtë. Ai është kaq i ngadalt sa që shkalla kohore është pothuajse e pakonceptueshme. Le të shikojmë se çfarë do të ndodhë në fazat e para. Në 5 miliard vjet, dielli do të fillojë të shndërrohet në një gjigant të kuq. Ai do të zgjerohet dhe do të gëlltisë Merkurin, Venerin dhe ndoshta Tokën. Por kjo nuk është pjesë e Big Freeze. Kjo është thjesht evolucioni normal stellar. Faza e vërtet e parë e Big Freeze fillon në rreth 100 trilion vjet. Në këtë pikë, të gjithë yjet që ekzistojnë sot do të kenë djegur të gjithë karburantin e tyre. Yjet e kuq zhuzh, yjet më të vegjël dhe më jetëgjatë do të jenë të fundit që të shuan. Dhe kur yli i fundit i kuq zhuzh shuhet, universi do të hyjë në atë që shkencëtarët e quajnë epokën e degeneruar. Në epokën e degeneruar, e vetmja dritë në univers do të vijë nga zhufkat e bardha, yje neutronesh dhe rrezatimi i dobët nga vrimat e zeza. Por edhe këto do të zbehen me kalimin e kohës. Zhufkat e bardha do të ftohen gradualisht duke u bërë zhufka të zeza, objekte të ftohta sa temperatura e hapësirës rreth tyre. Yjet neutronesh do të humbasin energjinë e tyre rrotulluese dhe do të ndalojnë së emetuari rrezatim. Dhe pastaj, në rreth 1 kuadrilion vjet, 1/15 pas tij,
edhe vrimet e zeza do të fillojnë të avullojnë. Ky është një proces i parashikuar nga Stephen Hawking në vitet 70. Ai zbuloi se vrimet e zeza nuk janë plotësisht të zeza. Ato emetojnë një rrezatim shumë të dobët për shkak të efekteve kuantike afër horizontit të ngjarjeve. Por këtu është pjesa që e bën këtë proces kaq të ngadalt. Një vrim e zezë me masën e diellit do të duhej rreth 10 në fuci 67 vjet për t'u avulluar plotësisht. Një vrim e zezë supermasive me 1 miliard masa diellore do të duhej 10 në fuci 100 vjet. Këto janë numra kaq të mëdhenj sa që truri njerëzor nuk mund t'i konceptoj. Por le të përpiqemi. 1 milion është 1 me 6 zero. 1 miliard është 1 me 9 zero. 1 trilion është 1 me 12 zero. Tani imagjinoni një numër me 100 zero. Nëse ju do të shkruanit një zero çdo sekond, do t'ju duheshin rreth 1 minutë e gjysmë për ta shkruar këtë numër. Dhe kjo është koha që një vrim e zezë supermasive do të duhej për t'u avulluar. Dhe pastaj, pas kësaj periudhe të pakonceptueshme, universi do të hyjë në atë që shkencëtarët e quajnë epokën e errët. Në këtë fazë nuk do të ketë më asnjë strukturë, asnjë yll, asnjë planet, asnjë vrim e zezë. Vetëm grimca subatomike të shpërndara në një hapësirë që vazhdon të zgjerohet përgjithmonë. Por edhe kjo nuk është fundi, sepse ka një proces të fundit që do të ndodhë. Në shkallë kohore edhe më të gjata, protonët vetë do të fillojnë të zbërthehen. Kjo është një parashikim i disa teorive të fizikës së grimcave, megjithse nuk është vëzhguar kurrë. Nëse protonët zbërthehen, atëherë çdo atom në univers do të pushojë se ekzistuari. Dhe pastaj, në fund, pas një periudhe kaq të gjatë, saqë numri ka më shumë shifra se sa atome në universin e dukshëm, universi do të arrijë një gjendje të quajtur vdekje termike. Kjo është një gjendje ku çdo pjesë e universit ka të njëjtën temperaturë, minus 273 gradë Celsius, temperatura më e ulët e mundshme. Në këtë gjendje, asnjë proces nuk mund të ndodhë, asnjë energji nuk mund të transferohet, asnjë ndryshim nuk është i mundshëm. Imagjinoni një oqean të pafund të qetë absolut. Asnjë val, asnjë rrym, asnjë lëvizje. Vetëm ujë i palvishëm që shtrihet përgjithmonë në të gjitha drejtimet. Kjo është vdekja termike, një gjendje e ekuilibrit absolut ku asgjë nuk mund të ndodhë kurrë përsëri. Por këtu është pyetja që filozofët dhe shkencëtarët kanë debatuar për dekada. A është kjo vërtet fundi apo ka diçka përtej? Disa teorician kanë propozuar se edhe në gjendjen e vdekjes termike, luhatjet kuantike mund të vazhdojnë. Dhe nëse luhatjet kuantike vazhdojnë, atëherë ka një mundësi, jashtëzakonisht e vogël por jo zero, që një luhatje e rastësishme mund të krijojë një univers të ri. Kjo quhet hipoteza e Boltzmann-Brain dhe ajo sugjeron se në një univers të pafund kohor, çdo gjë që është e mundshme do të ndodhë përfundimisht. Por kjo na çon te skenari i tretë, Big Crunch. Dhe ky është më i çuditshmi nga të gjithë, sepse ai sugjeron se universi nuk është linear. Ai është ciklik. Në skenarin Big Crunch, energjia e errët nuk është konstante dhe ajo nuk po forcohet. Ajo po dobësohet. Dhe në një moment të caktuar në të ardhmen, ajo do të bëhet kaq e dobët saqë graviteti do të fillojë të fitojë. Zgjerimi i universit do të ngadalsohet, do të ndalojë dhe pastaj do të kthehet mbrapsht. Imagjinoni një top që hidhet në ajër. Ai ngrihet, ngadalsohet, ndalon për një moment në pikën më të lartë dhe pastaj fillon të bjerë. Kjo është ajo që do t'i ndodhë universit në skenarin Big Crunch. Por këtu është detaji që e bën këtë skenar veçanërisht interesant. Procesi i tkurjes nuk do të jetë thjesht zgjerimi në të kundërt. Ai do të ketë dinamikën e vet unike. Në fazat e para të tkurjes, ndryshimet do të jenë të pavëzhgueshme. Galaktikat do të vazhdojnë të largohen nga ne, por shpejtësia e largimit do të fillojë të ngadalsohet. Kjo do të ndodhë kaq gradualisht saqë do të duheshin miliona vjet vëzhgimesh për ta zbuluar. Por pastaj, pas miliarda vjetësh, diçka e çuditshme do të fillojë të ndodhë. Galaktikat do të ndalojnë së larguari dhe pastaj ato do të fillojnë të afrohen. Jo shpejt në fillim, por me çdo milion vjet që kalon, shpejtësia do të rritet.
dhe këtu është ku gjërat bëhen vërtet interesante. Ndërsa universi të kurret, ai do të fillojë të nxehet. Kjo është e kundërta e asaj që ndodhi gjatë zgjerimit. Kur universi u zgjerua pas Big Bang, ai u ftoh. Kur ai të kurret, ai do të nxehet. Në fazat e mëvonshme të kurrjes, temperatura e universit do të fillojë të rritet në mënyrë të dukshme. Rrezatimi kozmik i sfondit, ajo dritë e dobët që mbetet nga Big Bang, do të fillojë të bëhet më e ndritshme dhe më e nxehtë. Qielli i natës do të fillojë të ndriçojë me një shkëlqim të kuq të dobët, pastaj portokalli, pastaj të verdhë. Dhe pastaj, në fazat finale, universi do të bëhet kaq i nxehtë saqë yjet do të fillojnë të avullojnë. Jo të shpërthejnë, të avullojnë. Atomet që i përbëjnë ato do të shqyen nga rrezatimi intensiv. Planetët do të shkrihen, galaktikat do të përplasen dhe do të bashkohen në struktura gjithnjë më të mëdha. Dhe në fund, i gjithë universi do të kurret mbrapsht në një pikë të vetme. Një singularitet. Pikrisht si ai nga i cili filloi. Por këtu është pyetja që e bën këtë skenar kaq intrigues. Çfarë ndodh pastaj? A është ky fundi absolut? Apo është fillimi i një universi të ri? Disa teoricien, duke përfshirë fizikantin Roger Penrose, kanë propozuar se Big Crunch mund të jetë ndjekur nga një Big Bang tjetër. Kjo quhet kozmologjia ciklike, dhe ajo sugjeron se universi kalon nëpër një cikël të pafund të zgjerimit dhe të kurrjes. Në këtë model, çdo univers lind nga shkatërrimi i universit të mëparshëm. Dhe çdo univers mund të ketë ligje të ndryshme të fizikës, konstante të ndryshme themelore, madje dimensione të ndryshme të hapësirës dhe kohës. Imagjinoni një val në oqean. Ajo ngrihet, arrin një kulm dhe pastaj bie. Por kur ajo bie, ajo krijon kushtet për valën tjetër. Kjo është imazi i kozmologjisë ciklike. Çdo univers është një val në një oqean të pafund kozmik. Por a ka ndonjë provë për këtë? Dhe këtu është ku gjërat bëhen vërtet spekulative. Disa shkencëtar kanë kërkuar shenja të një universi të mëparshëm në rrezatimin kozmik të sfondit. Ata kanë kërkuar modele që mund të jenë mbetur nga cikli i mëparshëm, dhe disa pretendojnë se kanë gjetur diçka. Në vitin 2020, një ekip në Universitetin e Oxfordit publikoi një studim që pretendonte se kishte zbuluar UQUOTE 4 në rrezatimin kozmik të sfondit. Këto ishin në rajone ku temperatura ishte pak më e lartë ose më e ulët se sa pritej, dhe ekipi sugjeroi se këto mund të ishin shenja të përplasjeve midis vrimave të zeza në një univers të mëparshëm. Por shumica e shkencëtarëve mbeten skeptik. Shenjat janë të dobta, ato mund të shpjegohen me procese të tjera dhe nuk ka asnjë mënyrë për t'i testuar drejt për drejt. Por këtu është ajo që ne e dim me siguri. Universi po ndryshon. Energjia e errët po bëhet më dominuese dhe në varësi të asaj që ajo do të bëjë në të ardhmen, fati i çdo gjëje që ekziston do të jetë rrënjësisht i ndryshëm. Dhe kjo na çon te pyetja më e madhe nga të gjitha. Çfarë do të thotë kjo për ne? Jo për universin në tërësi, por për qeniet inteligjente që mund të ekzistojnë në të ardhmen e largët. Nëse Big Rip është i saktë, atëherë çdo civilizim ka një datë skadence absolute. 22 miliard vjet, ose ndoshta më pak. Kjo mund të t'ingëllojë si një kohë e gjatë, por në terma kozmike është një çast. Dhe kjo do të thotë se çdo civilizim që arrin një nivel të caktuar teknologjik do të përballet me të njëjtën pyetje ekzistenciale. Si të mbijetojmë fundin e universit? Disa teoricien kanë propozuar zgjidhje të çmendura, ndërtimi i makinave që mund të ekzistojnë jashtë hapësirës dhe kohës normale, krijimi i universeve të reja në laborator, madje transferimi i vetdijes në format e energjisë që mund të mbijetojnë coptimin e materjes. Por të gjitha këto janë spekulime. Realiteti është se ne nuk e dim nëse mbijetesa është e mundshme. Ne nuk e dim nëse ka ndonjë mënyrë për t'i shpëtuar ligjeve themelore të fizikës, por këtu është ajo që ne e dim. Ne jemi këtu, tani, në këtë moment, në këtë univers. Dhe pavarësisht se si ai do të përfundojë, ne kemi mundësinë të kuptojmë natyrën e tij, të shohim bukurinë e tij, të eksplorojmë misteret e tij. Dhe ndoshta, në fund, kjo është ajo që vërtet ka rëndësi.
Në mars të vitit 2025, diçka e jashtëzakonshme ndodhi në laboratorin kombëtar Lawrence Berkeley në Kaliforni. Një ekip shkencëtarësh po kryente një eksperiment që ishte projektuar të matë diçka që quhet _5_ të energjisë së errët. Ky është një numër që tregon se si energjia e errët sillet me kalimin e kohës. Nëse ky numër është -1, energjia e errët është konstante. Nëse është më i madh se -1, ajo po dobësohet. Dhe nëse është më i vogël se -1, ajo po forcohet. Ata prisnin të gjenjë një numër afër -1. Ajo që ata gjetën ishte -1.2/3. Le të ndalemi këtu për një moment, sepse ky numër, kaq i vogël sa duket, ndryshon gjithçka. Ai do të thotë se energjia e errët nuk është thjesht duke shtyrë universin të zgjerohet. Ajo po bëhet më agresive me çdo miliard vjet që kalon. Dhe nëse kjo tendencë vazhdon, koha deri te Big Rip nuk është 22 miliard vjet. Ajo është 16 miliard vjet. Imagjinoni se ju sapo keni zbuluar se një stuhi që mendohej se do të arrinte në 50 vjet, në të vërtet do të arrijë në 30. Kjo është madhësia e ndryshimit që ky numër përfaqëson. Dhe ai bëri që komuniteti shkencor të hyjë në atë që një gazetare përshkroi si UQUOTE6. Por këtu është pjesa që e bën këtë zbulim edhe më të çuditshëm. Kur ekipi kontrolloi llogaritjet e tyre, ata zbuluan se parametri nuk ishte konstant në të gjithë universin. Në disa rajone, ai ishte -1.1. Në të tjera, ai ishte -1.4. Dhe në disa rajone të veçanta, ai ishte -1.6. Kjo do të thotë se energjia e errët nuk po sillet në të njëjtën mënyrë kudo. Ajo ka variacion rajonal, dhe kjo është diçka që asnjë teori aktuale nuk e parashikon. Imagjinoni se zbuloni se graviteti është më i fortë në disa pjesë të tokës se sa në të tjera. Jo pak më i fortë, dukshëm më i fortë. Kjo do të rrëzonte të gjithë kuptimin ton të fizikës. Kjo është ajo që këto matje po bëjnë me kuptimin ton të energjisë së errët. Por le të shqyrtojmë se çfarë do të thotë kjo për 3 skenarët. Sepse nëse energjia e errët ka variacion rajonal, atëherë fundi i universit mund të mos jetë i njëjtë kudo. Disa rajone mund të përjetojnë Big Rip, të tjera mund të përjetojnë Big Freeze, dhe disa, ndoshta, mund të përjetojnë Big Crunch. Ky është një koncept që shkencëtarët e quajnë UQUOTE7, dhe ai sugjeron se universi nuk do të vdes në një ngjarje të vetme kozmike, ai do të vdes në pjesë, secila me fatin e vet. Tani le të eksplorojmë se çfarë do të thotë kjo në terma konkret. Le të fillojmë me rajonin ku ne jetojmë, grupi lokal i galaktikave që përfshin rrugën e Qumështit, Andromedën dhe rreth 50 galaktika të tjera më të vogla. Sipas matjeve më të fundit, parametri i ekuacionit të gjendjes në rajonin ton është -1.2. Kjo do të thotë se ne jemi në një zonë ku energjia e errët po forcohet, por jo aq shpejt sa në disa rajone të tjera. Nëse kjo tendencë vazhdon, grupi lokal do të përjetojë një version të modifikuar të Big Rip në rreth 18 miliard vjet. Por këtu është detaj që e bën këtë veçanërisht interesant. Grupi lokal është i lidhur gravitacionalisht. Kjo do të thotë se galaktikat brenda tij nuk po largohen nga njëra tjetra për shkak të zgjerimit kozmik. Ato janë mjaft afër saqë graviteti i tyre reciprok mposhtë zgjerimin. Por kjo nuk do të zgjas përgjithmonë. Në rreth 5 miliard vjet, rruga e Qumështit dhe Andromeda do të përplasen. Kjo nuk është pjesë e Big Rip. Kjo është thjesht dinamika normale e grupeve të galaktikave. Por ajo që do të ndodh pas përplasjes është e lidhur drejt për drejt me energjinë e errët. Kur 2 galaktika përplasen, ato nuk shkatërohen, ato bashkohen. Yjet rrallë përplasen drejt për drejt, sepse hapësira midis yjeve është e madhe. Por gazrat dhe pluhurit përplasen, duke krijuar një vallë të re, formimi stellar. Dhe vrimet e zeza supermasive në qendrat e 2 galaktikave përfundimisht bashkohen në një vrim të vetme edhe më masive. Procesi merr rreth 2 miliard vjet dhe në fund rruga e Qumështit dhe Andromeda do të jenë bërë një galaktike vetme eliptike që shkencëtarët tashmë e kanë quajtur Milkomeda.
Por këtu është pjesa që lidhet me fatin e universit. Në momentin kur Milkomeda formohet plotësisht, energjia e errët do të jetë bërë dukshëm më e fortë, dhe kjo do të thotë se galaktikat e tjera në grupin lokal do të fillojnë të largohen më shpejt se sa ato po bëjnë tani. Në rreth 10 miliard vjet nga tani, Milkomeda do të jetë e vetmuar. Të gjitha galaktikat e tjera që ne mund të shohim sot do të kenë larguar përtej horizontit kozmik. Qielli i natës, nëse ka ende dikush për të vëzguar, do të përmbaj vetëm yjet e Milkomedës. Asnjë galaktike largët, asnjë grup, asnjë grumbull, vetëm një ishull i vetmuar i dritës në një oqean errësire në zgjerim. Por le të shkojmë më thellë, sepse ka një eksperiment që po kryhet tani që mund të na tregojë saktësisht se sa shpejt po forcohet energjia e errët, dhe rezultatet janë duke ardhur në mënyrë që po bën që shkencëtarët të rimenduajnë gjithçka. Eksperimenti quhet Dark Energy Spectroscopic Instrument, ose DESI. Ai është një teleskop në Arizona që po mat pozicionet dhe shpejtësitë e mbi 40 milion galaktikave. Kjo është harta më e detajuar e universit që është bërë ndonjëherë. Dhe ajo po zbuloi modele që ne nuk I kishim parë më parë. Në tetor të vitit 2024, ekipi DESI publikoi rezultatet e tyre të para, dhe ato ishin të rënditse. Ata kishin zbuluar se shpejtësia e zgjerimit të universit nuk po ndryshon në mënyrë të qetë. Ajo po luhatet. Imagjinoni një makinë që po përshpejton, por në vend që të përshpejtojë vazhdimisht, ajo përshpejton për 5 sekonda, pastaj ngadalson pak për 2 sekonda, pastaj përshpejton përsëri. Kjo është ajo që po I ndodh zgjerimit kozmik, dhe askush nuk e kupton pse. Një teori sugjeron se energjia e errët nuk është një forcë e vetme. Ajo është një kombinim I disa forcave të ndryshme që ndërveprojnë në mënyra komplekse. Imagjinoni një orkestër ku çdo instrument po luan një melodi të ndryshme. Ndonjëherë ato harmonizohen, ndonjëherë ato konfliktohen, dhe rezultati është një tingull që luhatet midis harmonisë dhe kaosit. Por ka një teori tjetër që është edhe më e çuditshme. Ajo sugjeron se energjia e errët nuk është një veti e universit ton. Ajo është një forcë që vjen nga jashtë universit ton. Kjo ide bazohet në një koncept të quajtur teoria e kordave. Sipas kësaj teorie, universi ynë nuk është I vetmi. Ai është një nga një numër I pafund universish që ekzistojnë në një hapësirë më të lartë dimensionale. Dhe këto universe mund të ndërveprojnë me njëri tjetrin nëpërmjet forcave gravitacionale. Imagjinoni një flet letre. Tani imagjinoni se kjo flet është universi ynë. Dhe imagjinoni se ka mijëra flet të tjera letre të vendosura paralel me të tonën. Çdo flet është një univers I veçantë me ligjet e veta të fizikës. Por ndonjëherë këto flet mund të afrohen aq shumë sa që ato fillojnë të ndikojnë njëra tjetrën. Sipas kësaj teorie, energjia e errët mund të jetë një forcë gravitacionale që vjen nga një univers tjetër që është duke u afruar me tonin. Dhe luhatjet që ne po shohim në shpejtësinë e zgjerimit mund të jenë rezultati lëvizjes relative midis dy universive. Tani, kjo mund të tingëllojë si shkencë fantazi, por këtu është pjesa e çuditshme. Teoria bën parashikime specifike që mund të testohen. Ajo parashikon se duhet të ketë modele të caktuara në rrezatimin kozmik të sfondit, dhe disa nga këto modele tashmë janë vëzhguar. Në janar të vitit 2025, një ekip në Universitetin e Princetonit publikoi një analizë të dhënave nga teleskopi Planck. Ata kishin zbuluar diçka të quajtur kuote 8. Kjo është një rajon I madh I qiellit ku temperatura e rrezatimit kozmik të sfondit është rreth 20 mikrograd më e ulët se mesatarja. Kjo pikë ftohtë është kaq e madhe sa që ajo nuk duhet të ekzistojë sipas teorive tona aktuale. Ajo shtrihet për rreth 10 gradë në qiell, që korespondon me një rajon të universit me një diametër prej rreth 1 miliard vjet drite, dhe askush nuk mund ta shpjegojë se pse është atje. Por sipas teorisë së universeve paralele, kjo pikë ftohtë mund të jetë një shenjë e një përplasje të kaluar midis universit ton dhe një universi tjetër. Imagjinoni dy fluska sapuni që prekin njëra tjetrën. Në pikën e kontaktit, sipërfaqja e çdo fluske do të shtrembrohet. Kjo pikë ftohtë
Mund të jetë shtrembrimi që mbeti nga një përplasje e tillë. Por le të kthehemi te pyetja themelore. Çfarë do të thotë kjo për fatin e universit? Nëse energjia e errët vjen nga një univers tjetër, atëherë sjellja e saj varet nga lëvizja relative e dy universive, dhe kjo do të thotë se fundi i universit ton mund të mos jetë i paracaktuar. Ai mund të varet nga faktorë që janë jashtë kontrollit ton, madje jashtë universit ton. Imagjinoni se jeni në një anije në oqean. Fati juaj nuk varet vetëm nga kushtet në anijen tuaj. Ai varet edhe nga valët, era dhe rrymat që vijnë nga jashtë. Kjo është situata në të cilën mund të gjendemi. Universi ynë mund të jetë duke lundruar në një oqean më të madh të realitetit. Dhe fati i tij mund të varet nga forca që ne nuk mund t'i shohim ose t'i matim drejt për drejt. Por ka një zbulim tjetër që po e bën këtë edhe më kompleks. Në prill të vitit 2025, teleskopi James Webb zbuloi diçka që shkencëtarët e quajnë _9_. Ata ishin duke vëzhguar një galaktik që është kaq e largët sa që drita e saj ka udhëtuar për 13 miliard e 400 milion vjet për të arritur tek ne. Kjo do të thotë se ne po e shohim këtë galaktik siç ishte ajo vetëm 400 milion vjet pas Big Bang. Në atë kohë, universi ishte ende i ri, i nxehtë dhe plot me gaz hidrogjen që nuk ishte kondensuar ende në yje. Por kjo galaktik ishte e ndryshme. Ajo kishte një ngjyrë të kuqe shumë të thellë që nuk përputhej me asnjë model teorik. Dhe kur shkencëtarët analizuan spektrin e saj, ata zbuluan diçka edhe më të çuditshme. Drita nga kjo galaktik ishte zgjatur më shumë se sa pritej nga zgjerimi kozmik. Le të shpjegojmë se çfarë do të thotë kjo. Kur universi zgjerohet, ai zgjat gjatësinë e valës së dritës që udhëton nëpër të. Kjo quhet zhvendosje e kuqe, sepse drita zhvendoset drejt pjesës së kuqe të spektrit. Sa më e madhe zhvendosja e kuqe, aq më i largët është objekti dhe aq më shpejt po largohet nga ne. Por kjo galaktik kishte një zhvendosje të kuqe që ishte 30% më e madhe se sa pritej bazuar në distancën e saj. Kjo do të thotë se ose ajo është më e largët se sa duket, ose hapësira midis nesh dhe saj po zgjerohet më shpejt se sa në pjesët e tjera të universit. Dhe nëse hapësira po zgjerohet më shpejt në disa rajone, kjo do të thotë se energjia e errët nuk është e shpërndar njëtrajtshëm. Ajo është më e përqendruar në disa vende se sa në të tjera. Dhe kjo do të thotë se universi nuk po zgjerohet në mënyrë uniforme. Ai po zgjerohet në mënyrë të çrregullt, me disa rajone që po përshpejtojnë më shpejt se të tjerat. Imagjinoni një ballon që po fryhet, por në vend që të fryhet njëtrajtshëm, disa pjesë të ballonit po fryen më shpejt se të tjerat. Në fund, balloni do të ketë një formë të çrregullt, me disa pjesë që janë shumë më të zgjatura se të tjerat. Kjo është ajo që mund t'i ndodhë universit. Por këtu është implikimi më i tmerrshëm. Nëse disa rajone po zgjerohen më shpejt se të tjerat, atëherë disa rajone do të arrijnë në pikën e Big Rip më shpejt se të tjerat. Dhe kjo do të thotë se universi nuk do të vdes në një moment të vetëm. Ai do të vdes në faza, me çdo rajon që coptohet në kohë të ndryshme. Imagjinoni se jeni në një anije që po fundoset. Por në vend që e gjithë anija të fundos njëkohësisht, pjesë të ndryshme po fundosen në kohë të ndryshme. Disa dhoma po mbushen me ujë tani, të tjera do të mbushen pas një ore, dhe disa mund të qëndrojnë mbi ujë për disa orë të tjera. Kjo është imazhi i një fundi të fragmentuar kozmik. Por le të shqyrtojmë se çfarë do të thotë kjo për qenijet inteligjente që mund të ekzistojnë në të ardhmen e largët. Nëse ju jeni një civilizim i avancuar që jeton në një rajon që po afrohet me Big Rip, çfarë mund të bëni? Një mundësi është të migroni. Nëse ju mund të udhëtoni mjaft shpejt, ju mund të lëvizni nga një rajon që po coptohet në një rajon që është ende i qëndrueshëm. Por këtu është problemi. Për të udhëtuar midis rajoneve, ju do të duhej të udhëtonit më shpejt se drita, dhe sipas teorisë së përgjithshme të relativitetit, kjo është e pamundur. Por ka një zgjidhje e mundshme. Ajo quhet motor Alcubierre, dhe ajo është bazuar në një ide të propozuar nga fizikanti meksikan Miguel Alcubierre në vitin 1994.
Ideja është se në vend që të lëvizni në përhapësirë, ju lakoni vetë hapësirën rreth jush. Imagjinoni se jeni në një qilim. Në vend që të ecni përgjatë qilimit, ju e tërhiqni qilimin drejt jush. Nga perspektiva juaj, ju nuk po lëvizni, por nga perspektiva e dikujt që po ju vëzhgon, ju po lëvizni më shpejt se sa do t'ishte e mundur duke ecur. Kjo është ideja themelore pas motorit Alcubierre, por këtu është problemi. Për të lakuar hapësirën në këtë mënyrë, ju do të duhej një sasi energjie që është ekuivalente me masën e një galaktike të tërë, dhe jo çdo lloj energjie. Ju do të duhej energji negative, një formë energjie që nuk është vëzhguar kurrë në natyrë. Por disa fizikantë kanë sugjeruar se energjia e errët mund të jetë një formë e energjisë negative. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë një civilizim mjaft i avancuar mund të jetë në gjendje ta shfrytëzojë energjinë e errët për të ndërtuar një motor Alcubierre. Imagjinoni se ju mund të përdorni forcën që po shkatërron universin për të shpëtuar nga shkatërrimi. Kjo është ironia supreme. Dhe ajo sugjeron se edhe në skenarët më të errët mund të ketë një rrugë daljeje për civilizime mjaft të zgjuara. Por ka një problem tjetër. Edhe nëse ju mund të ndërtoni një motor Alcubierre, ku do të shkoni? Nëse i gjithë universi po coptohet, nuk ka asnjë vend të sigurt. Ju do të jeni thjesht duke vonuar të pashmangshmen. Përveç nëse ka një rrugë dalje nga universi vet, kjo ide bazohet në një koncept të quajtur vrim krimi. Një vrim krimi është një tunel në përhapësirë-kohë që lidh dy pika të largëta. Nëse ju hyni në një vrim krimi në një vend, ju mund të dilni në një vend tjetër që është miliarda vjet drite larg. Ose, sipas disa teorive, ju mund të dilni në një univers tjetër plotësisht. Vrimet krimi janë parashikuar nga teoria e përgjithshme e relativitetit, por ato nuk janë vëzhguar kurrë. Dhe shumica e fizikantëve mendojnë se edhe nëse ato ekzistojnë, ato janë të paqëndrueshme. Ato do të mbylleshin menjëherë pas formimit, duke e bërë të pamundur kalimin nëpër to. Por në vitin 2023, një ekip në Universitetin e Kalifornisë në Santa Barbara publikoi një studim që sugjeroi se vrimet krimi mund të stabilizohen duke përdorur energji negative. Dhe përsëri, energjia e errët mund të jetë çelësi. Nëse një civilizim mund të krijojë një vrim krimi të stabilizuar duke përdorur energji të errët, ata mund të jenë në gjendje të ikin nga universi i tyre në një univers tjetër që nuk po coptohet. Kjo do të ishte forma përfundimtare e migrimit kozmik. Jo vetëm lëvizja nga një galaktik në tjetrën, por nga një realitet në tjetrin. Por këtu është pyetja që e bën këtë edhe më kompleks. Çfarë nëse universi tjetër ka problemet e veta? Çfarë nëse ai është duke përjetuar Big Freeze, ose Big Crunch, ose një formë tjetër të fundit kozmik që ne nuk e kemi imagjinuar ende? Kjo na çon te një ide që disa filozofë dhe shkencëtarë e quajnë seleksioni kozmik. Ideja është se nëse ka një numër i pafund universish dhe nëse civilizimet avancuara mund të migrojnë midis tyre, atëherë do të ketë një proces seleksioni natyror në shkallë kozmike. Civilizime që zhvillojnë teknologjinë për të migruar do të mbijetojnë. Ato që nuk e bëjnë do të zhduken. Dhe me kalimin e kohës, universi i shumëfisht do të popullohet nga civilizime që kanë mësuar se si të shpëtojnë nga fundi i universive të tyre. Imagjinoni një oqean plot me ishuj. Çdo ishull është një univers, dhe çdo ishull po fundoset me ritme të ndryshme. Civilizime që mësojnë se si të ndërtojnë anije mund të lundrojnë nga një ishull në tjetrin gjithmonë duke qëndruar një hap përpara ujit në ngritje. Kjo është imazhi i seleksionit kozmik. Por këtu është pyetja që e bën këtë edhe më interesant. Çfarë nëse ne nuk jemi civilizimi i parë që ka përjetuar këtë? Çfarë nëse ka pasur civilizime të tjera në të kaluarën që kanë migruar nga universi të tjera në tonin? Kjo ide mund të shpjegojë disa nga misteret më të mëdha të kozmologjisë. Për shembull, pse universi ynë ka kushtet e sakta për jetën? Pse konstantet themelore të fizikës janë pikrisht ato që duhen për të lejuar formimin e yjeve, planetëve dhe qenieve të gjalla? Një përgjigje e mundshme është se universi ynë nuk është i rastësishëm. Ai është i zgjedhur. Ai është një nga universi që ka kushtet e duhura për të mbështetur jetën, dhe për këtë arsye,
Ai është bërë një destinacion për civilizime migruese nga universite të tjera. Imagjinoni se jeni duke kërkuar një vend për të jetuar. Ju nuk do të zgjidhni një shkretir ose një oqean. Ju do të zgjidhni një vend me klimë të mirë, ujë të pastër dhe burime të bollshme. Në të njëjtën mënyrë, civilizime që migrojnë midis universeve do të zgjevin universe që kanë kushtet më të mira për mbijetesë. Por këtu është implikimi më i çuditshëm i kësaj ideje. Nëse civilizime të tjera kanë migruar në universin ton, atëherë mund të ketë shenja të pranisë së tyre, mund të ketë struktura artificiale në shkallë kozmike, mund të ketë modifikime të ligjeve të fizikës në rajone të caktuara, mund të ketë madje mesazhe të koduara në vetë strukturën e universit. Dhe këtu është ku një zbulim i fundit bëhet jashtëzakonisht intrigues. Në shtator të vitit 2024, një ekip në Institutin e Teknologjisë të Massachusettit publikoi një studim që pretendonte se kishte zbuluar një model matematikor në shpërndarjen e galaktikave. Ata kishin analizuar pozicionet e mbi 100 milion galaktikave dhe kishin zbuluar se ato nuk ishin të shpërndara rastësisht. Ato formonin një model që kishte veti matematikore specifike dhe këto veti nuk mund të shpjegoheshin nga proceset natyrore. Modeli ishte i ngjashëm me atë që ju do të shihnit nëse dikush kishte vendosur galaktikat në pozicione specifike me qëllim. Ishte si të zbuloje se yjet në qelin e natës formonin një kod morse. Kjo nuk mund të jetë rastësishme. Natyrisht, shumica e shkencëtarëve mbeten skeptik. Ata thonë se modeli mund të jetë thjesht një rastësi statistikore, ose ai mund të jetë rezultati një procesi fizik që ne nuk e kuptojmë ende, por mundësia që ai mund të jetë artificial nuk mund të përjashtohet plotësisht. Dhe nëse ai është artificial, atëherë kjo do të thotë se ka pasur një civilizim që kishte fuqinë për të manipuluar shpërndarjen e galaktikave. Një civilizim kaq të avancuar, saqë teknologjia e tyre do të dukej si magji për ne. Një civilizim që ndoshta ka migruar në universin ton nga një univers tjetër që ishte duke vdekur. Por le të kthehemi te pyetja themelore. Çfarë do të ndodh me ne? Jo me civilizime hipotetike të së ardhmes së largët, por me njerëzimin siç ekziston sot. Lajmi i mirë është se ne kemi kohë. Edhe në skenarin më pesimist, Big Rip është të paktën 16 miliard vjet larg. Dielli do të vdes në 5 miliard vjet. Rruga i Qumështit dhe Andromeda do të përplasen në 5 miliard vjet. Dhe njerëzimi, nëse ai mbijetojnë aq gjatë, do të ketë përjetuar transformime që ne nuk mund t'i imagjinojmë. Por këtu është pyetja më interesante. A duhet të na interesojë? A duhet të shqetësohemi për një ngjarje që do të ndodhë në një të ardhme kaq të largët saqë ajo është praktikisht e pakuptimt? Disa do të thonë jo. Ata do të thonë se ne kemi probleme më urgjente, ndryshimi klimatik, varfëria, sëmundjet, konfliktet. Pse të shqetësohemi për fatin e universit kur ne nuk mund të zgjidhim problemet në planetin ton? Por të tjerët do të argumentojnë se pikrisht për këtë arsye ne duhet të shqetësohemi, sepse të kuptuarit e fatin e universit na jep perspektivë. Ai na kujton se ne jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe se vetja jonë. Ai na kujton se çdo gjë që ne bëjmë, çdo problem që ne zgjidhim, çdo arritje që ne realizojmë ndodh në kontekstin e një historie kozmike që shtrihet nga Big Bang deri te fundi eventual i gjithçkaje. Dhe ndoshta në fund, kjo është ajo që vërtet ka rëndësi. Jo se sa gjatë do të jetojmë, por se çfarë do të bëjmë me kohën që kemi. Në vjet shkurt të vitit 2026, diçka e jashtëzakonshme ndodhi që bëri që çdo astrofizicist në planet të ndalonte atë që po bënte. Teleskopi James Webb kishte qenë duke vëzhguar një rajon të qiellit që quhet _18_, një zonë ku nuk kishte asnjë galaktik të dukshme, asnjë yll, asnjë gjë, vetëm errësirë absolute. Por kur të dhënat u analizuan, ata zbuluan diçka që nuk duhej të ishte atje. Një strukturë, jo një galaktik, jo një yll, por një strukturë gjeometrike që shtrihet për rreth 200 milion vjet drite. Një model që përsëritet me precizion matematikor. Dhe kur shkencëtarët llogaritën probabilitetin që kjo të ishte e rastësishme, ata morën një numër. 1 në vjet në fuci, 163.
Le të jemi absolutisht të qartë për atë që do të thotë ky numër. Ka më shumë atome në universin e dukshëm se sa ka 0 në këtë numër. Mundësia që kjo strukturë të jetë natyrore është kaq e vogël sa që ajo është praktikisht 0. Por këtu është pjesa që e bën këtë zbulim edhe më të çuditshëm. Kur ata matën zhvendosjen e kuqe të kësaj strukture, ata zbuluan se ajo është formuar rreth 8 miliard vjet pas Big Bang. Kjo do të thotë se në atë kohë, kur universi ishte vetëm 6% i moshës së tij aktuale, diçka ose dikush kishte fuqinë për të ndërtuar struktura në shkallë që ne nuk mund ta konceptojmë. Imagjinoni se zbuloni një rrugë në mes të Oqeanit Atlantik. Jo një rrugë e vogël, por një autostradë 6 korsi që shtrihet nga Amerika në Evropë. Dhe kur ju e datoni atë, ju zbuloni se ajo është ndërtuar 50 milion vjet më parë, kur nuk kishte qenie inteligjente në tokë. Kjo është madhësia e asaj që James Webb sapo kishte zbuluar. Dhe këtu është ku gjithçka që ne kemi diskutuar deri tani merr një kthes që askush nuk e kishte parashikuar. Në mars të vitit 2026, një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh nga 23 vende mbajti një konferencë emergjente në Gjenevë. Ata kishin analizuar strukturën për 3 muaj. Dhe ata kishin arritur në një përfundim që ishte njëkohësisht i tmerrshëm dhe i mahnitshëm. Struktura nuk ishte thjesht një model geometrik, ajo ishte një makinë. Një makinë në shkallë kozmike, që dukej se ishte projektuar për të bërë një gjë specifike, për të manipuluar energjinë e errët. Le të ndalemi këtu, sepse kjo nuk është shkencë fantazi. Kjo është përfundimi i një analize shkencore të kryer nga disa nga mendet më të mira në planetin tonë. Dhe ai ndryshon gjithçka që ne menduam se dinim për fatin e universit. Struktura funksionon si një lloj lente gravitacionale, por në një shkallë që është miliarda herë më e madhe se çdo gjë që ne kemi parë. Ajo lakon hapësirën rreth saj në një mënyrë që krijon një ku energjia e errët është më e dobët, shumë më e dobët. Në fakt, brenda këtij xhepi, energjia e errët është pothuajse 0. Tani, le të mendojmë për atë që kjo do të thotë. Nëse energjia e errët mund të manipulohet, nëse ajo mund të dobësohet ose forcohet në rajone specifike, atëherë fundi i universit nuk është i pashmangshëm. Ai është i kontrollueshëm. Por nga kush? Kush ndërtoi këtë strukturë? Dhe pse? Këtu është ku ne duhet të jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm. Sepse ne po hyjmë në territorin ku shkenca takon spekulimin. Dhe është shumë e lehtë të bësh supozime që shkojnë përtej provave. Por le të shqyrtojmë faktet që ne kemi. Struktura është atje. Ajo nuk është natyrore. Ajo manipulon energjinë e errët. Dhe ajo është ndërtuar në një kohë kur universi ishte shumë më i ri se sa është tani. Një teori sugjeron se struktura është ndërtuar nga një civilizim që jetoi në një univers tjetër që ishte duke vdekur. Ata e dinin se universi i tyre po afrohej me Big Rip dhe ata ndërtuan një makinë që do t'u lejonte atyre të migronin në një univers tjetër, universin ton, dhe ta modifikonin atë për ta bërë më të sigurt. Imagjinoni se jeni në një anije që po fundoset. Ju nuk keni kohë për të ndërtuar një anije të re, por ju keni kohë për të dërguar një mesazh në një shishe. Një mesazh që përmban udhëzime për ndërtimin e një porte që do të lejojë njerëzit nga anija juaj të teleportojnë në një anije tjetër që është ende e sigurt. Kjo është ajo që kjo strukturë mund të jetë. Jo një strehim, por një portë. Por ka një problem me këtë teori. Nëse struktura është një portë, ku është civilizimi që e ndërtoi atë? Pse nuk ka shenja të pranisë së tyre në universin tonë? Një përgjigje e mundshme është se ata nuk arritën kurrë. Ndoshta universi i tyre u coptua përpara se ata të mund të përdornin portën. Ndoshta porta ishte një përpjekje e fundit e dëshpëruar që dështoi. Por ka një përgjigje tjetër që është eve më e çuditshme. Çfarë nëse ata arritën? Çfarë nëse ata janë këtu tani? Çfarë nëse ne jemi ata? Kjo ide quhet panspermia kozmike dhe ajo sugjeron se jeta në tokë nuk u lind këtu. Ajo erdhi nga diku tjetër, ndoshta nga një planet tjetër, ndoshta nga një galaktik tjetër, ose ndoshta, sipas kësaj teorie të re, nga një univers tjetër. Tani unë e di se çfarë po mendoni. Kjo t'ingëllon si pseudo-shkencë, kjo t'ingëllon si teori konspirative, dhe ju keni të drejtë të jeni skeptik, sepse skepticizmi është themeli i metodës shkencore.
Por le të shqyrtojmë provat. Ne e dim se jeta në tokë filloi jashtëzakonisht shpejt pas formimit të planetit. Toka u formua rreth 4 miliardë 600 milion vjet më parë, dhe provat e para të jetës shfaqen rreth 4 miliardë 100 milion vjet më parë. Kjo do të thotë se jeta filloi vetëm 500 milion vjet pas formimit të planetit. Në terma gjeologjike, kjo është një kohë jashtëzakonisht e shkurtër, dhe kjo ka bërë që disa shkencëtar të pyesin, a ishte kjo vërtet mjaft kohë për jetën të evoluoj nga zero? Apo ndoshta jeta nuk filloi nga zero? Ndoshta ajo erdhi këtu tashmë e formuar, të paktën në formën e molekullave organike komplekse? Dhe nëse jeta erdhi nga jashtë, nga erdhi ajo? Një teori thot se ajo erdhi nga Marsi, i cili ishte më i ngrohtë dhe më i lagësht në të kaluarën e hershme. Një tjetër thot se ajo erdhi nga kometat që përmbajnë molekula organike. Por çfarë nëse ajo erdhi nga shumë më larg? Çfarë nëse ajo erdhi nga një univers tjetër nëpërmjet asaj porte kozmike? Tani le të jemi absolutisht të qartë. Kjo është spekulim. Ne nuk kemi prova të drejtpërdrejta për këtë, por ajo që ne kemi është një strukturë që nuk duhet të ekzistojë, që manipulon energjinë e errët dhe që u ndërtua në një kohë kur nuk duhej të kishte asnjë civilizim mjaft të avancuar për ta ndërtuar atë. Dhe kjo na çon te pyetja më e madhe nga të gjitha. Çfarë duhet të bëjmë me këtë informacion? Në prill të vitit 2026, Agjencia Hapësinore Evropiane lancoi një mision të quajtur Projekt Port. Objektivi ishte të dërgonte një sondë robotike në rajonin ku ndodhet struktura. Udhëtimi do të merrte rreth 150 vjet me teknologjinë aktuale. Por ideja ishte se edhe nëse ne nuk do të jemi gjallë për të parë rezultatet, gjeneratat e ardhshme do të jenë. Por këtu është pjesa që e bën këtë mision kaq kontrovers. Disa shkencëtarë argumentojnë se ne nuk duhet të ndërhyjmë. Ata thonë se nëse struktura është vërtet një portë e ndërtuar nga një civilizim tjetër, atëherë ndërhyrja jonë mund të jetë e rrezikshme. Ne nuk e dim se çfarë mund të shkaktojë. Ne nuk e dim nëse mund të aktivizojmë diçka që është më mirë të lihet e paprekur. Imagjinoni se zbuloni një makinë të lashtë në një shpellë. Ju nuk e dini se çfarë bën. Ju nuk e dini si funksionon. A duhet ta aktivizoni apo a duhet ta lini atë të qetë? Kjo është dilema me të cilën po përballet njerëzimi tani, dhe nuk ka përgjigje të lehta. Por le të kthehemi te pyetja themelore. Çfarë do të thotë kjo për 3 skenarët e fundit të universit? Nëse struktura vërtet manipulon energjinë e errët, atëherë fundi i universit nuk është i paraqaktuar. Ai varet nga se si ne ose civilizimet të tjera zgjedhim ta përdorim këtë teknologji. Nëse ne mund të mësojmë se si funksionon struktura, ne mund të jemi në gjendje të ndërtojmë struktura të ngjashme. Ne mund të jemi në gjendje të krijojmë zhepa të sigurisë ku energjia e errët është e dobët. Ne mund të jemi në gjendje të mbrojmë galaktikën tonë, ose të paktën një pjesë të saj, nga Big Rip. Por këtu është problemi. Edhe nëse ne mund ta bëjmë këtë, a duhet ta bëjmë? Sepse manipulimi i energjisë së errët në shkallë kozmike mund të ketë pasoja që ne nuk mund t'i parashikojmë. Le të mendojmë për një analogji. Imagjinoni se ju zbuloni se mund të kontrolloni motin. Ju mund të bëni që të bjerë shi kur ju doni, ju mund të ndaloni uraganet, ju mund të krijoni diell në ditë me re. Kjo tingëllon si një gjë e mirë, apo jo? Por çfarë nëse ndërhyrja juaj në një vend shkakton thatësirë në një vend tjetër? Çfarë nëse ndalimi i një uragani shkakton përmbytje diku tjetër? Çfarë nëse sistemi klimatik është kaq kompleks sa që çdo ndërhyrje ka pasoja të paparashikuara? E njëjta gjë mund të jetë vërtet për energjinë e errët. Nëse ne dobësojmë atë në një rajon, ajo mund të forcohet në një rajon tjetër. Nëse ne e manipulojmë në një mënyrë, ajo mund të reagojë në një mënyrë që ne nuk e kemi imagjinuar. Dhe këtu është ku ne duhet të jemi të sinqertë rreth kufive të njohurive tona. Ne nuk e dim se çfarë është energjia e errët. Ne nuk e dim pse ajo po forcohet. Ne nuk e dim nëse ajo mund të kontrollohet. Dhe ne nuk e dim se çfarë do të ndodhë nëse ne përpiqemi ta kontrollojmë atë. Gjithçka që ne kemi janë vëzhgjime, matje dhe teori. Dhe teoritë tona kanë qenë të gabuara më parë. Ato do të jenë të gabuara përsëri. Por këtu është ajo që e bën shkencën kaq të bukur. Shkenca nuk pretendon se ka të gjitha përgjigjet. Ajo pretendon vetëm se ka një metodë për të gjetur përgjigje. Një metodë që bazohet në vëzhgjim, eksperiment
dhe gatishmëri për të ndryshuar mendje kur provat e kërkojnë. Dhe tani, për herë të parë në historinë e njerëzimit, ne kemi mjetet për të bërë vëzhgjime që mund të na tregojnë se cili skenar është më i mundshëm. Ne kemi James Webb, ne kemi DESI, ne kemi një flot teleskopësh në tokë dhe në hapësirë që po mbledhin të dhëna çdo sekond. Dhe ajo që këto të dhëna po na tregojnë është se universi është më i çuditshëm, më kompleks dhe më i paparashikueshëm se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Le të shqyrtojmë se ku jemi tani në kuptimin ton të 3 skenarëve. Big Freeze, skenari që dikur konsiderohej më i mundshëm, tani duket gjithnjë më pak i mundshëm. Të dhënat tregojnë qartë se energjia e errët po forcohet, jo duke mbetur konstante. Nëse kjo tendencë vazhdon, Big Freeze nuk do të ndodhë. Big Crunch, skenari ku universit kurret mbrapsht në një singularitet, gjithashtu duket i pamundshëm bazuar në të dhënat aktuale. Nuk ka asnjë shenjë se energjia e errët po dobësohet, nuk ka asnjë shenjë se zgjerimi po ngadalsohet. Në fakt, e kundërta është e vërtet. Kjo na lë me Big Rip, dhe këtu është ku gjërat bëhen vërtet interesante. Sepse ndërsa të dhënat sugjerojnë se Big Rip është skenari më i mundshëm, zbulimi i strukturës që manipulon energjinë e errët sugjeron se fundi nuk është i pashmangshëm. Ne mund të jemi duke jetuar në një univers ku fundi natyror është Big Rip, por ku civilizime mjaft të avancuara mund të krijojnë kuotë 18 të sigurisë. Rajone ku energjia e errët është e dobët dhe ku jeta mund të vazhdojë edhe pasi pjesa tjetër e universit është coptuar. Imagjinoni një oqean që po ngritet. Shumica e tokës do të mbulohet, por nëse ju jeni mjaft të zgjuar, ju mund të ndërtoni diga, ju mund të krijoni ishuj artificial, ju mund të mbijetoni edhe kur pjesa tjetër e botës është në ujë. Kjo është imazhi i së ardhmes që po del nga të dhënat më të fundit. Jo një fund universal dhe i pashmangshëm, por një fund i fragmentuar, ku disa rajone mbijetojnë, ndërsa të tjera zhduken. Por këtu është pyetja që duhet të na mbajë zgjuar natën. A jemi ne në një nga rajonet që do të mbijetojnë? Apo a jemi ne në një rajon që do të coptohet? Sipas matjeve më të fundit, grupi lokal i galaktikave ku ne jetojmë ka një parametër të ekuacionit të gjendjes prej -1.2. Kjo do të thotë se energjia e errët këtu po forcohet, por jo aq shpejt sa në disa rajone të tjera. Nëse kjo tendencë vazhdon, grupi lokal do të coptohet në rreth 18 miliard vjet. Por këtu është detaji që e bën këtë më pak i tmerrshëm se sa duket. 18 miliard vjet është një kohë jashtëzakonisht e gjatë. Universi tani është vetëm 13 miliard dhe 800 milion vjet. Kjo do të thotë se ne kemi më shumë kohë përpara se sa kemi pasur prapa. Dhe në atë kohë, çfarë mund të arrijë njerëzimi? Çfarë mund të arrijë çdo civilizim që mbijetojnë aq gjatë? Le të mendojmë për sa kemi arritur në vetëm 100 vjet. Në vitin 1926, ne sapo kishim zbuduar se ekzistojnë galaktika të tjera përtej rrugës së qumështit. Tani, 100 vjet më vonë, ne kemi teleskop që mund të shohin pothuajse deri në Big Bang. Ne kemi zbuduar mijëra planete rreth ujeve të tjerë. Ne kemi dërguar sonda në çdo planet në sistemin ton diellor. Tani, imagjinoni se çfarë mund të arrijmë në 100 vjet të tjera, ose 1000, ose 1 milion, ose 1 miliard. Nëse ne mbijetojmë aq gjatë, ne do të kemi teknologji që do të dukej si magji për ne sot. Ne mund të jemi në gjendje të udhtojmë midis yjeve. Ne mund të jemi në gjendje të ndërtojmë struktura në shkallë galaktike. Ne mund të jemi në gjendje të manipulojmë vetë strukturën e hapësirës dhe kohës. Dhe nëse ne mund ta bëjmë këtë, atëherë ndoshta ne mund të mbijetojmë. Big Rip. Ndoshta ne mund të jemi civilizimi që ndërton strukturën e ardhshme që do të mbrojë një rajon të universit nga coptimi. Por këtu është pyetja që e bën këtë edhe më kompleks. A duhet ta bëjmë? A kemi ne të drejtën të ndërhyjmë në proceset natyrore të universit? A kemi ne të drejtën të vendosim se cilat rajone mbijetojnë dhe cilat zhduken? Këto janë pyetje etike që shkojnë përtej shkencës. Këto janë pyetje që lidhen me natyrën e përgjegjësisë, me kuptimin e fuqisë dhe me rolin ton në kosmos. Dhe këtu është ku ne duhet të jemi të sinqertë. Ne nuk kemi përgjigje për këto pyetje. Ne nuk e dim se çfarë është e drejtë. Ne nuk e dim se çfarë është e urtë.
por ajo që ne e dim është se ne kemi një zgjedhje. Për herë të parë në historinë e jetës në këtë planet, ne kemi mundësinë të kuptojmë fatin e universit. Dhe me këtë kuptim, vjen përgjegjësia për të vendosur se çfarë të bëjmë me të. Ne mund të zgjedhim të mos bëjmë asgjë, të lëmë natyrën të ndjek kursin e saj, të pranojmë se gjithçka ka një fund dhe se fundi është pjesë e ciklit natyror të ekzistencës. Ose ne mund të zgjedhim të veprojmë, të përpiqemi të mbijetojmë, të ndërtojmë, të krijojmë, të luftojmë kundër errësirës që po vjen. Asnjë zgjedhje nuk është e gabuar. Asnjë zgjedhje nuk është e drejtë. Ato janë thjesht zgjedhje të ndryshme me pasoja të ndryshme. Por këtu është ajo që unë besoj. Unë besoj se nëse ne kemi mundësinë të kuptojmë, ne kemi përgjegjësinë të përpiqemi. Unë besoj se nëse ne mund të shohim errësirën që po vjen, ne kemi detyrën të ndezim një dritë. Jo sepse ne mund ta ndalojmë errësirën, por sepse vetë përpjekja për ta bërë këtë na bën më shumë se sa jemi. Ajo na jep kuptim, ajo na jep qëllim, ajo na jep diçka për të cilën ja vlen të jetojmë. Dhe në fund, ndoshta kjo është ajo që vërtet ka rëndësi. Jo se sa gjatë do të jetojmë, jo se si do të vdesim, por se çfarë do të bëjmë me kohën që kemi. Universi po na tregon fatin e tij. Ai po na tregon se gjithçka ka një fund, por ai gjithashtu po na tregon se ne kemi kohë, ne kemi mundësi, ne kemi zgjedhje. Dhe kjo në fund është mesazhi më i rëndësishëm që shkenca mund të na jap. Jo se ne jemi të pafuqishëm përballë forcave kozmike, por se ne jemi pjesë e atyre forcave. Ne jemi mënyra se si universi po përpiqet të kuptojë vetveten. Ne jemi mënyra se si materia po bëhet e vetëdijshme. Dhe nëse ne jemi kjo, atëherë ndoshta ne kemi një rol për të luajtur në historinë kozmike. Ndoshta ne nuk jemi thjesht spektator. Ndoshta ne jemi aktor. Fundi po vjen, por ai nuk është këtu ende. Dhe në kohën që ne kemi, ne mund të bëjmë gjëra të jashtëzakonshme. Ne mund të eksplorim, ne mund të zbulojmë, ne mund të krijojmë, ne mund të mësojmë. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, ne mund të mbijetojmë. Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, universi po zgjerohet me një shpejtësi prej rreth 70 kilometra në sekond për çdo megaparsek distancë. Kjo do të thotë se për çdo 3 milion vjet dritë largësi, hapësira po zgjerohet me shpejtësinë e një makine në autostradë. Dhe kjo shpejtësi po rritet. Çdo ditë, çdo orë, çdo sekond. Por këtu është pyetja që duhet të na bëjë të ndalemi. Çfarë do të thotë kjo për ne? Jo për universin në tërësi, jo për galaktikat e largëta, por për ne, këtu, tani, në këtë moment të vogël kozmik. Le të fillojmë me një të vërtet themelore që shkenca na ka mësuar. Çdo gjë që ne e dimë rreth universit vjen nga drita. Çdo zbulim që ne kemi bërë, çdo teori që ne kemi ndërtuar, çdo përfundim që ne kemi nxjerrë bazohet në fotonët që kanë udhëtuar në përhapësirë për të arritur tek ne. Por këtu është paradoksi që qëndron në zemër të kozmologjisë moderne. Drita ka një kufi. Jo sepse ajo ngadalsohet, por sepse universi ka një moshë të kufizuar. Drita nga ngjarjet që ndodhen më shumë se 13 miliardë e 800 milion vjet më parë nuk ka pasur kohë të na arrijë ende. Dhe drita nga ngjarjet që do të ndodhin në të ardhmen e largët nuk do të na arrijë kurrë, sepse hapësira po zgjerohet më shpejt se sa drita mund të udhëtojë. Kjo do të thotë se ka një horizont, një kufi absolut për atë që ne mund të shohim. Dhe ky horizont po të kurret. Imagjinoni se jeni në një ishull në mes të oqeanit. Çdo ditë niveli i ujit ngrihet pak. Çdo ditë ishujt e tjerë që ju mund t'i shihni në horizont zhduken në ujë. Dhe çdo ditë horizonti juaj bëhet pak më i ngushtë. Kjo është ajo që po i ndodh universit të dukshëm. Në këtë moment, ne mund të shohim rreth 2 trilion galaktika, por në 1 miliard vjet, ne do t'jemi në gjendje të shohim më pak. Në 10 miliard vjet, edhe më pak. Dhe në fund, nëse njerëzimi ose pasardhësit e tij mbijetojnë aq gjatë, ata do t'jenë në gjendje të shohin vetëm galaktikat në grupin lokal. Pjesa tjetër e universit
do të ketë larguar përtej horizontit kozmik, duke u bërë përgjithmonë e padukshme. Por këtu është detaji që e bën këtë edhe më të çuditshëm. Kjo nuk do të thotë se galaktikat e tjera do të pushojnë se ekzistuari. Ato thjesht do të jenë përtej aftësisë son për t'i vëzhguar. Ato do të vazhdojnë të ekzistojnë, të evoluojnë, ndoshta të krijojnë jetë dhe civilizime. Por ne nuk do të dim kurrë për to, dhe ata nuk do të dinë kurrë për ne. Kjo është një formë e vetmisë kozmike që është pothuajse e pakonceptueshme. Jo vetëm të jesh i vetëm në univers, por të dish se ka të tjerë atje, por që ti nuk do të mund t'i arrish kurrë. Nuk do të mund të komunikosh me ta kurrë, nuk do të dish kurrë nëse ata ekzistojnë. Dhe kjo na çon te një nga pyetjet më të thella që shkenca mund të bëjë. Çfarë është më e rëndësishme? Ajo që ne mund të dimë apo ajo që ekziston? Filozofët kanë debatuar këtë pyetje për mijëra vjet, por tani për herë të parë shkenca po na jep një përgjigje konkrete. Ajo po na tregon se ka një dallim absolut midis realitetit dhe njohurisë son për realitetin. Dhe ky dallim po bëhet gjithnjë më i madh me çdo sekond që kalon. Le të shqyrtojmë se çfarë do të thotë kjo për natyrën e të vërtetës. Në filozofinë klasike, e vërteta konsiderohej si diçka absolute, diçka që ekziston pavarësisht nga njohuritë tona për të. Por kozmologjia moderne po na tregon se kjo nuk është plotësisht e saktë. Ka të vërteta që janë të arritshme, gjëra që ne mund t'i dimë sepse drita nga to mund të na arrijë. Dhe ka të vërteta që janë të paarritshme, gjëra që ekzistojnë, por që ne nuk do të mund t'i dimë kurrë, sepse drita nga to nuk do të na arrijë kurrë. Dhe këtu është paradoksi. Nëse diçka ekziston, por ne nuk mund ta dimë kurrë, a ka rëndësi? A është ajo pjesë e realitetit ton? Apo është ajo pjesë e një realiteti tjetër që është përgjithmonë i ndarë nga yni? Këto nuk janë pyetje abstrakte. Këto janë pyetje që kanë implikime të drejtpërdrejta për mënyrën se si ne kuptojmë vendin ton në kosmos. Nëse ne pranojmë se ka pjesë të universit që ne nuk do të mund t'i dimë kurrë, atëherë ne duhet të pranojmë se njohuritë tona janë të kufizuara jo vetëm nga teknologjia jon, por nga vetë struktura e realitetit. Ka pyetje që ne nuk do të mund t'i përgjigjemi kurrë. Ka mistere që do të mbeten përgjithmonë mistere. Dhe ndoshta kjo është në rregull. Ndoshta jo çdo gjë duhet të dihet. Ndoshta ka një bukuri në mister, një vlerë në të panjohurën. Por le të shkojmë më thellë, sepse ka një pyetje edhe më themelore që ne duhet ta bëjmë. Çfarë është koha? Ne e përdorim këtë fjalë çdo ditë. Ne themi se koha po kalon. Ne themi se koha po rrjedh. Por çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? Sipas teorisë së përgjithshme të relativitetit, koha nuk është një gjë absolute. Ajo është relative. Ajo varet nga shpejtësia juaj dhe nga fusha gravitacionale në të cilën ju gjendeni. Një orë në sipërfaqen e tokës kalon më ngadalë se një orë në hapësirë. Një orë afër një vrime të zezë kalon shumë më ngadalë se një orë larg saj. Por këtu është pjesa që e bën këtë edhe më të çuditshëm. Koha nuk është thjesht relative. Ajo është e lidhur me hapësirën. Ato nuk janë dy gjëra të ndara. Ato janë një gjë e vetme. Hapësirë, kohë. Dhe kur ne themi se universi po zgjerohet, ne nuk po themi se galaktikat po lvizin nëpër hapësirë. Ne po themi se vetë hapësira po zgjerohet. Dhe kur hapësira zgjerohet, koha gjithashtu ndryshon. Kjo do të thotë se koha në të ardhmen e largët nuk do të jetë e njëjtë me kohën tani. Jo sepse orët do të funksionojnë ndryshe, por sepse vetë struktura e hapësirë kohës do të jetë ndryshme. Imagjinoni se jeni duke ecur në një rrugë, por me çdo hap që ju bëni, rruga po bëhet më e gjatë. Jo sepse ju po ecni më ngadalë, por sepse vetë rruga po zgjatet. Kjo është ajo që po i ndodh kohës në një univers në zgjerim. Dhe këtu është implikimi më i çuditshëm. Nëse koha po ndryshon, atëherë koncepti i përgjithmonë nuk ka kuptim, sepse përgjithmonë supozon se koha është konstante. Por nëse koha vetë po ndryshon, atëherë përgjithmonë është një koncept që vlen vetëm në një moment specifik kozmik. Kjo do të thotë se kur ne themi se universi do të zgjerohet përgjithmonë në skenarin Big Freeze, ne nuk po themi se ai do të zgjerohet për një kohë të pafundme. Ne po themi se ai do të zgjerohet derisa vetë koncepti i kohës
të humbas kuptimin. Dhe kur ne themi se universi do të coptohet në një moment specifik në skenarin Big Rip, ne nuk po themi se ka një datë të saktë në kalendar. Ne po themi se ka një pik në evolucionin e hapësirë-kohës ku struktura e saj do të bëhet kaq e shtrembruar sa që ajo do të pushojë se ekzistuari në formën që ne e njohim. Këto janë koncepte që truri njerëzor nuk është evoluar për t'i kuptuar. Ne jemi krijuar për të kuptuar kohën si diçka lineare, diçka që rrjedh nga e kaluara në të ardhmen me një ritëm konstant. Por realiteti është shumë më kompleks se kaq. Dhe këtu është ku ne duhet të jemi të sinqertë rreth kufive të kuptimit ton. Ne mund të shkruajmë ekuacione që përshkruajnë se si sillet koha në kushte ekstreme, por a i kuptojmë vërtet këto ekuacione? A mund të konceptojmë vërtet se çfarë do të thotë që koha të pushojë se ekzistuari? Unë nuk mendoj se ne mundëmi. Unë mendoj se ka disa gjëra që janë përtej aftësisë son për t'i konceptuar. Jo sepse ne nuk jemi mjaft të zgjuar, por sepse truri ynë është një produkt i evolucionit që ndodhi në një mjedis ku koha ishte konstante, ku hapësira ishte e sheshtë, ku shpejtësitë ishin të ulta dhe fushat gravitacionale ishin të dobta. Ne jemi si peshq që përpiqen të kuptojnë se çfarë do të thotë të fluturosh. Ne mund të shohim zogith. Ne mund të matim se sa shpejt ata fluturojnë. Ne mund të shkruajmë ekuacione që përshkruajnë aerodinamikën, por a mund të përjetojmë vërtet atë që do të thotë jesh në ajër? Jo, sepse ne nuk jemi ndërtuar për këtë. Në të njëjtën mënyrë, ne mund të studiojmë universin, ne mund të matim zgjerimin e tij, ne mund të shkruajmë ekuacione që përshkruajnë fatin e tij. Por a mund të kuptojmë vërtet atë që do të thotë që universi të vdes? Jo, sepse ne nuk jemi ndërtuar për këtë. Por këtu është ajo që e bën këtë kaq të bukur. Ne po përpiqemi. Pavarësisht nga kufizimet tona, pavarësisht nga pamundësia e detyrës, ne po përpiqemi të kuptojmë. Dhe kjo në fund është ajo që na bën njerëzor. Jo aftësia për të kuptuar gjithçka, por gatishmëria për të përpjekur. Le të kthehemi te pyetja që ne filluam me këtë udhtim. Si do të vdes universi? Ne kemi shqyrtuar 3 skenar. Big Freeze, ku universi zgjerohet përgjithmonë dhe vdes një vdekje të ngadaltë dhe të ftohtë. Big Rip, ku universi coptohet në një ngjarje të dhunshme. Dhe Big Crunch, ku universi tkurret mbrapsht në një singularitet. Dhe ne kemi zbuduar se skenari më i mundshëm, bazuar në të dhënat më të fundit, është Big Rip. Por ne gjithashtu kemi zbuduar se ka një strukturë në univers që mund të manipulojë energjinë e errët, që sugjeron se fundi nuk është plotësisht i pashmangshëm. Por këtu është e vërteta që ne duhet ta pranojmë. Ne nuk e dim. Ne nuk mund ta dim. Jo ende. Ndoshta jo kurrë. Ajo që ne e dim është se universi po ndryshon. Ai po evoluon. Dhe ne jemi pjesë e atij evolucioni. Por le të shkojmë përtej shkencës për një moment, sepse ka një pyetje që shkenca nuk mund ta përgjigjë. Çfarë kuptimi ka gjithë kjo? Nëse universi do të vdes, nëse gjithçka që ne ndërtojmë do të zhduket, nëse çdo arritje, çdo zbulim, çdo krijim do të harrohet, atëherë çfarë kuptimi ka të bësh gjithçka? Kjo është pyetja që ka munduar filozofët dhe teologët për mijëra vjet. Dhe është një pyetje që shkenca nuk mund ta përgjigjë, sepse shkenca merret me si, jo me pse. Por le të shqyrtojmë këtë nga një këndvështrim tjetër. Çfarë nëse pyetja vet është e gabuar? Çfarë nëse kuptimi nuk vjen nga prijetësia, por nga momenti? Mendoni për një perëndim dielli. Ai zgjat vetëm disa minuta dhe pastaj ai zhduket. Por a e bën kjo perëndimin e diellit pa kuptim? Jo. Bukuria e tij nuk vjen nga zgjatja e tij. Ajo vjen nga intensiteti i tij. Në të njëjtën mënyrë, ndoshta kuptimi i jetës nuk vjen nga zgjatja e saj. Ai vjen nga intensiteti i saj. Nga thelësia e përvojave tona, nga lidhjet që ne krijojmë, nga pyetjet që ne bëjmë. Ne jemi qenie që mund të pyesin pse. Kjo është ajo që na bën të veçantë, jo sepse ne kemi përgjigjet, por sepse ne mund të bëjmë pyetjet. Dhe në një univers që po vdes, ndoshta vet akti i pyetjes është një formë e rezistencës. Një mënyrë për të thënë, ne jemi këtu,
ne mendojmë, ne kuptojmë, dhe kjo ka rëndësi, edhe nëse është vetëm për një moment kozmik. Le të mendojmë për atë që ne kemi arritur si specie. Në vetëm disa mijë vjet, ne kemi shkuar nga jetesa në shpella, në ndërtimin e teleskopëve që mund të shohin pothuajse deri në fillimin e kohës. Ne kemi shkuar nga frika e rrufes në kuptimin e elektromagnetizmit. Ne kemi shkuar nga besimi se toka është qendra e universit në kuptimin se ne jemi në një planet të vogël që rrotullohet rreth një ylli mesatar në një galaktik që është 1 nga triliona. Çdo hap në këtë udhtim ka qenë një hap larg egocentrizmit. Çdo zbulim ka na bërë më të vegjël në krahasim me universin, por më të mëvenj në kuptimin ton. Dhe tani ne jemi në një pikë ku ne mund të shohim fatin e universit. Ne mund të shohim fundin. Jo sepse ne jemi të gjithfuqishëm, por sepse ne kemi mësuar të bëjmë pyetjet e duhura dhe të dëgjojmë përgjigjet që universi po na jep. Kjo është një arritje e jashtëzakonshme, dhe ajo ka rëndësi, pavarësisht se sa gjatë do të zgjas. Por le të jemi gjithashtu të sinqertë rreth asaj që ne nuk e dim. Ne nuk e dim nëse ka jetë të tjera në univers. Ne nuk e dim nëse ka civilizime të tjera që po bëjnë të njëjtat pyetje që ne po bëjmë. Ne nuk e dim nëse dikush tjetër ka zbuluar strukturën që manipulon energjinë e errët. Ne nuk e dim nëse ka dikush atje që ka gjetur një mënyrë për të mbijetuar fundin. Dhe ndoshta ne nuk do ta dim kurrë, sepse edhe nëse ka të tjerë atje, distancat janë kaq të mëdha, kohët janë kaq të gjata, saqë komunikimi mund të jetë i pamundur. Por këtu është ajo që ne e dim. Ne nuk jemi të vetëm në kuptimin më themelor. Ne jemi pjesë e universit. Ne jemi bërë nga i njëjti material me yjet. Atomet në trupin ton janë krijuar në zemrat e yjeve që vdiqën miliarda vjet më parë. Ne jemi, në mënyrë të drejtë për drejtë, pluhur yjor që ka bërë të vetëdijshëm. Kjo nuk është një metaforë. Kjo është një fakt shkencor. Çdo atomi karbonit në trupin tuaj, çdo atomi azotit, çdo atomi oksigjenit është krijuar në një yll, dhe kur ai yll vdiq, ai shpërtheu duke shpërndar këto atome në hapësirë. Dhe miliarda vjet më vonë, këto atome u mblodhën për të formuar tokën, dhe pastaj ju. Kjo do të thotë se ju nuk jeni thjesht në univers. Ju jeni universi. Ju jeni mënyra se si universi po përjeton vetveten. Ju jeni mënyra se si materia po bëhet e vetëdijshme. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë vdekja e universit nuk është thjesht një ngjarje e jashtme që po i ndodh diçka e tjetër. Ajo është diçka që po i ndodh neve, sepse ne jemi universi. Por këtu është paradoksi i fundit. Edhe pse ne jemi universi, ne gjithashtu jemi të veçantë. Ne jemi pjesa e universit që mund të mendojë për universin. Ne jemi pjesa që mund të bëjë pyetje. Ne jemi pjesa që mund të krijojë art, muzikë, shkencë, dashuri. Dhe kjo na jep një përgjegjësi, jo për të shpëtuar universin. Ne nuk mund ta bëjmë këtë. Por për të bërë diçka me kohën që ne kemi, le të mendojmë për atë që do të thotë të jesh i gjallë në këtë moment specifik kozmik. Universi është 13 miliardë 800 milion vjet. Nëse ai do të jetojë edhe 16 miliard vjet përpara Big Rip, atëherë ne jemi në rreth të 4/4 e parë të jetës së tij. Kjo do të thotë se ne jemi duke jetuar në një kohë kur universi është ende i ri, ende i gjallë, ende plot me mundësi. Yjet ende po formohen, galaktikat ende po përplasen dhe po krijojnë gjenerata të reja yjesh. Jeta, të paktën në tokë, ende po evoluon. Ne jemi duke jetuar në një kohë të artë kozmike, një kohë kur universi është mjaft i vjetër për të krijuar strukturat komplekse që nevojiten për jetën, por mjaft i ri për të pasur ende energji dhe dinamik. Dhe kjo është një privilegj i jashtëzakonshëm. Sepse do të vijë një kohë në të ardhmen e lardhët kur universi do të jetë shumë më i ftohtë, shumë më i errët, shumë më i vetmuar. Dhe nëse ka qenie inteligjente, atëhere ata do të shikojnë mbrapsht në kohën tonë si një epokë legjendare kur qelli ishte plot me yje dhe galaktika. Por ne jemi këtu tani. Ne jemi duke jetuar në atë epokë legjendare dhe ne kemi mundësinë të shohim bukurinë e saj, të kuptojmë kompleksitetin e saj, të vlerësojmë misterin e saj. Kjo është ajo që shkenca na jep.
jo vetëm njohuri, por perspektivë. Një mënyrë për të parë vendin ton në historinë kozmike. Një mënyrë për të kuptuar se sa të veçantë jemi, jo sepse ne jemi qendra e universit, por sepse ne jemi pjesa e universit që mund të kuptoj se nuk jemi qendra. Dhe me këtë perspektivë, vjen një ndjenjë përgjegjësie. Sepse nëse ne jemi kaq të veçantë, nëse ne jemi kaq të rrallë, atëherë ne kemi një detyrë për të mbrojtur atë që ne kemi. Jo vetëm për veten tonë, por për të gjithë ata që do të vinë pas nesh. Sepse edhe nëse universi do të vdes, edhe nëse gjithçka do të zhduket, ne ende kemi kohë, ne ende kemi mundësi, ne ende kemi zgjedhje. Ne mund të zgjedhim të jetojmë me kureshtje, të bëjmë pyetje, të kërkojmë përgjigje, të krijojmë bukuri, të ndërtojmë lidhje, të kujdesemi për njeri tjetrin. Këto gjëra nuk do të ndalojnë Big Rip, ato nuk do të shpëtojnë universin, por ato do të bëjnë kohën që ne kemi të vlefshme, ato do t'i japin kuptim momentit, dhe në fund, ndoshta kjo është ajo që vërtet ka rëndësi. Aminticiva se si filluam këtë udhtim, me një pyetje të thjeshtë, si do të vdes universi? Por tani, në fund të këtij udhtimi, ne kemi zbuduar se kjo nuk ishte pyetja e vërtet. Pyetja e vërtet ishte, çfarë do të bëjmë ne me kohën që kemi përpara se të ndodhë kjo? Dhe përgjigja për këtë pyetje nuk vjen nga shkenca, ajo vjen nga secili prej nesh, nga zgjedhjet që ne bëjmë, nga mënyra se si ne jetojmë, nga ajo që ne vendosim se ka rëndësi. Universi po na tregon fatin e tij. Ai po na tregon se gjithçka ka një fund, por ai gjithashtu po na tregon se ne jemi këtu tani, në këtë moment, në këtë vend, me mundësinë për të parë, për të kuptuar, për të krijuar. Dhe kjo, në fund, është mesazhi më i rëndësishëm që shkenca mund të na jap. Jo se ne jemi të përjetshëm, por se ne jemi këtu. Jo se ne jemi të gjithfuqishëm, por se ne mund të zgjedhim. Jo se ne mund të ndalojmë errësirën, por se ne mund të ndezim një dritë. Edhe nëse vetëm për një moment, edhe nëse vetëm tani.